Jemi gati për të nisur me një tjetër episod të mam, por përpara se një falënderim special shkon për mbështetësit e mam, Lejthiza dhe Dino Rios, që janë javë pas jave me ne. Dhe një falënderim shumë i veçantë për të gjithë ju që na ndiqni javë pas jave, që na klikoni në shortset që ne hedhim për personazhet edhe komentoni tek to, dhe të lutesha shumë që të vijonit na bëni subscribe në kanalin tim në YouTube për të rritur më tepër, për të sjell emisionet që ju doni më shumë, personazhet që ju doni më shumë, sepse duke qenë me ne javë pas jave, na jepni dhe mendime të reja dhe ndajmë eksperiencat me njëri tjetrin. Vjojmë me personazhin e radhës në mam. Dështirat po ajo që e shoh unë si më domethënëse nga të gjitha shenjat është luhatja emocionale. Okej. Domethënë, të qarit kot. Për një fjalë ti thua mos e bëj më këtë gjën ose të lutem ki kujdes këtë gjën. Dhe ajo, po ç'a bëra unë tani? Edhe fillon e qan. Po ç'a thamë që po qan? Më bërtitët. Të me thënë është ka një brishtësi emocionale dhe kalojnë nga një gjendje në një gjendje, një kohë shumë të shkurtër. Një tjetër super mam e bashkëngjitet episodit të radhës të mam, të këtij podcasti i cili sjell eksperjenca të mamave, të personazheve publik dhe jo vetëm, por eksperjenca jete, eksperjenca të cilat janë të vërteta, sepse mamat gjithmonë thonë të vërtetën, apo jo, Jonida Sheo? Le të themi që gjithmonë thonë të vërtetën. Edhe kur thonë gënjeshtra, ato janë shumë të bardha. Por janë të bardha, jam shumë e lumtur që të kam sot në mam. Shumë kënaqësi. Kam ndjekur nga YouTube-i edhe le themi jam bërë pjesë gjithmonë kur kam dëgjuar bisedat. Ke gjetur ndonjëherë veten në disa rrëfime. Jam futur në mendime, kam thënë po unë si e bëj këtë gjë, kështu që e di ashtu do të vazhdojmë kështu si një vije pa ndërprer. Fillon edhe vazhdon pafund. Në fakt se gjithë ky misioni mëmësisë nuk ndalon asnjëherë që në momentin kur ti programon në fakt, jo vetëm bëhesh, po programon të bëhesh nën. Në fakt edhe pse vajza jote është 8 vjeç tani? 9 vjeç. 9 po bën. 9 e gjysmë. Unë dua të kthehem shumë kohë përpara prej programimit në fakt të një bebeje. A ka qenë kështu apo ka qenë një bebe e cila ka ardhur rastësisht? Shiko, ajo rastësisht, bebet kur vinë gjithmonë rastësisht. Përveç se rastet kur ti i detyrë, po edhe kur shkon te doktori, domethënë ti gjithmonë kur krijohet edhe kur fillon një shtatzani kupton se sa dorë ka Zoti në gjithë proceset që ne ndonjëherë mundohemi t'i kontrollojmë. Edhe Kristali patjetër ka ardhur rastësisht, pavarësisht se ishte le të themi në mendjet tona edhe në planet tona prej pak më shumë se sa një viti. Nuk po ndodhte dhe si ishte ai diskutimi i parë me Albin. Shiko, ne nuk është se përgjithsisht, domethënë marrëdhënia jon ka qenë pa shumë diskutime të gjata. Mua m'pëlqen, jam natyrë që m'pëlqen të bëj diskutime, po Albin nuk është tipi i shumë diskutime. I pëlqen më shumë ti bëj gjëra dhe ti lë gjërat, domethënë të kuptohen etj. Kështu ka ndodhur kur kemi vendosur të jetonim bashk, dhe kështu ka ndodhur edhe kur kuptuam që donim të bënim një fëmijë. Domethënë ishte koha për ta bërë një fëmijë. Marrëdhënia ishte e tillë që ne donim të jetonim me njëri tjetrin, donim të bëheshim prindër të një fëmije të përbashkët. Dhe le të themi që e lam procesin në mënyrë shumë natyrale, po, të ndodhte kur të vi pa e folur, pa e diskutuar etj. Por s'po ndodhte apo? Por nuk po ndodhte. Domethënë dhe kaloi goxha kohë. Domethënë ne nuk patëm kohë as ta diskutonim që çfarë po ndodh, pse si qysh tek, sepse e kishim lënë, domethënë, po nuk u shqetësove ti në moment se gocat zakonisht fillojnë edhe. Unë u shqetësova. Domethënë unë u shqetësova dhe thash që ka diçka këtu që nuk shkon. Dhe thash, do shkoj të bëj një kontroll, do shoh çfarë po ndodh, nëse është çdo gjë në rregull atëherë le të vazhdojmë kështu siç jemi. Sigurisht. Dhe kur fillova të bëja kontrollet, pash që diçka nuk shkonte. Që ishte një nga hormonet, që ishte pengesë kryesore për shtatzanin që është prolaktina. Edhe mamat e din gjitha çfarë. E di ka shumë goca që e vuajnë këtë gjë. Unë kisha shumë të lartë prolaktinën dhe ajo nuk lejonte. Domethënë si është ai procesi që veza
të piqej ose të arrinte maturin maksimale, kështu që bëra disa kontrolle për të kuptuar shkaqet nga se vinte prolaktina e lartë. E zbuluat apo nuk është diçka që nuk përcaktohet? Ngeli diçka e pasgjitur. Gjendje stresi edhe ankthi, që sigurisht unë e kam pasur shoqërues të pjesës time të rritjes, le të themi që nga mosha mature dhe tani e kam shumë më në kontroll, domethënë po unë jam njëri që vuaj, më shoqëron ankthi gjithkohës. Edhe kishte një efekt ansor që ishte rritja e prolaktinës, me të drejtë. Përjashtuam gjithë shkaqet që mund të ishin fiziologjike, që në rastin e prolaktinës së shtuar mund të jetë në një tumor beninj i gjendrës së hipofizës që duhej përjashtuar për protokoll. Domethënë e bëm dhe një rezonancë, nuk ishte ai rasti, kështu që e lam që kjo është një gjë përgjithsisht shkaktohet nga gjendja e ankthit. Të lëta një mjekim aso kohë? Edhe po, më rekomanduar një mjekim. Domethënë prolaktina ka një zgjidhje për të ulur. Edhe një zgjidhje për ta ulur shpejt në një kohë të shkurtër, se ndryshe shumicat e mamave nuk do kishin bërë dot bebe. Mjekimi ishte, e mbaj mend edhe emrin e mjekimit, unë e mora mjekimin etj, dhe në atë moment vendosa të diskutoja me tim shoq, sepse mjekimi ishte i fortë. Unë nuk i kam shumë qef këto mjekimet që të çorodisin, edhe gjithkohës kur ti je në punë nuk mund të jesh e trullosur, e kam siklet, domethënë shumë atë gjë. Dua të jem gjithkohës, ta kem trupin edhe veten në kontroll, dhe normalisht nuk mund ta zgjasja për një kohë të gjatë. Domethënë doktoresha më tha, duhet ta pish para se të flesh gjumë, tha, pi edhe futja gjumit. Se po e pive, tha, dhe je kështu në lëvizje, mund edhe të biesh, të humbasësh ekuilibrin, gjendje të fikti, gjë që mua më të merroj. Është e fortë, ndikon domethënë në një nga qendrat më kryesore të trurit, domethënë ku prodhohet hormoni i prolaktinës dhe normalisht me logjik, domethënë krijon pak lëkundje. Dhe që të mos e zgjasja shumë mjekimin, duke qenë se ishte kaq i fortë, paraprakisht vendosa të bëja bisedë. Dhe I them, shiko, tani do vendosim një kalendar, edhe do fillojmë, domethënë do e programojmë. Që unë mos të pi mjekim shumë gjatë, po. Dhe ndërkohë shoh nga ana tjetër, kalendar. Jo, tha, nuk mundem kalendar. Thash, po si t'ja bëjmë? Po ju tha, nuk kemi gjë për të bërë, po, kur të ndodhi, le të ndodhi. Dhe unë aty thash, si ka mundësi, thash, unë kam shkuar te doktori, kam bërë domethënë gjithë këto analiza etj, ky thot kur ndodhi le të ndodhi, dhe unë të pi ilaç thash, dhe kur ndodhi le të ndodhi. Jo, kjo ndodh shpesh, Jonida, e burrave e bëjnë këtë gjë, janë një çik e di, burrat duan të jenë qenie të lira. Ndodh. Po, kur të ndodhi, domethënë ja lënë më shumë natyrës. Ne jemi pak më jo të kontrolluar, apo duam të kemi procese nën kontroll, që të kemi mundësi të sigurojmë mbarvajtjen e proceseve. Dhe është më mirë kështu. Po natyra e grave është që të sigurojmë mbarvajtjen, prandaj do pak më shumë kontroll. Burrat nga natyra janë të lirë, domethënë, duan thjesht qëllimi I tyre në jetë është të shumojnë. Po, nëse ja arrin dot. Po, të shumojnë ekzistencë, po nga krau tjetër. Edhe në atë moment thash, okay, në qoftë se domethënë ky e mendon të ndodhi, kur të ndodhi, unë nuk kam pse ta sforcoj këtë gjë, kështu që nuk kam pse edhe të pi ilaç, të marr ilaç të poshtë, të sikletos veten, të shtoj vetes ankth, të jem pa qef, të shkoj në punë me marrje mendje dhe të më bjerit fikët e ku diun se çfarë. Dhe ilaç, nuk I mora. Nuk I mora. As një ditë? As edhe një ditë. Domethënë, ajo pakoja Dostinexit, jo nuk mërzita. Fare. Jo. Shiko, përgjithsisht unë dua njëri përdore për të bërë gjërat. Kur e shoh që tjetri nuk do më ndjeki, domethënë dhe unë bëj back edhe them, okay. Më mirë eci bashkë se sa njëri para e tjetri pas. Po, o bashk, ose unë përgjithsisht bëj follow. Nuk lid dhe sforcoj, si natyrë. Dhe e lash, nuk e mora mjekimin dhe thash, okay, le të shkoj ku të shkoj. Domethënë mbase do ishte një moment I dytë që do më duhej në një valë të dytë të shqetësohesha prapë etj dhe ta sforcoja bisedën nëse do zgjaste, shumë po nuk zgjati. Domethënë kaluan disa muaj edhe pa pritur unë kuptova që isha shtatzan. Ku e kuptove? Si e kuptove? Na kujton atë ditë si ka qenë. Kuptova, domethënë pa parë fare data cikli etj.
nuk kishte ndodhur që unë të kuptoja vonesa nga cikli, me siguri ishte akoma në fazën e 28 ditëshit, dhe unë shkoj një ditë në punë në mëngjes, domethënë bëja pasdite në Top Channel atëherë dhe regjistronim. Domethënë kryesisht në mos gaboj, nëse mbaj mend mirë, të premteve ne bënim regjistrime për shkak të koordinimit që kishte Top Channel-i me programet në atë kohë, dhe ne regjistronim në mëngjes dhe programi të premtes nuk ishte live, ishte i regjistruar. Edhe unë çohem herët, në orën 9 të mëngjesit shkoj në Grim, dhe aty kuptoj që kisha shumë ndjesi të vjelli, po shumë ndjesi të vjelli. Domethënë dhe u detyrova që mora një limon të madh, domethënë kam ngërë një limon etj dhe me zore kam bërë atë regjistrimin, nuk kisha në Terezi. Të nesërmë isha po njësoj. Të pas nesërmë isha po njësoj. Po kur të shkoj mendja që mund kishte lidhje me vonesën e ciklit? Është ndjesi. Domethënë cikli nuk ishte vonuar dhe nuk arriti, domethënë që të vonohej, sepse unë arrita ta kuptoja dhe shkova thash po marr një test. Okej. Dhe bëj një test se nuk i dihet asnjëherë. Dhe që në testin e parë kuptova që Doli pozitiv. Doli pozitiv, dolën ato 2 vizat. Domethënë kishte një shok në moment. Çfarë mendove në atë momentin e parë? Kujton? E ngrir isha. Domethënë nuk është se mendova një gjë të qartë. Thjesht kisha një lloj ngarkese. Në shqetësimi kryesor ishte po tani. Domethënë tani si do t'ja bëj? Po ti, po si ka mundësi? Domethënë e the këtë që si ka mundësi? Nuk e thash. Jo, nuk e thash. Okay. Nuk e thash se kuptova, pastaj fillova t'i bija pak më në të, kisha lexuar shumë. Dija që prolaktina rritet me kalimin e orëve të ditës, domethënë është më e ulët në gjumë edhe në orët e para të zgjimit dhe me kalimin e ditës ajo rritet njësoj si kortizolit, po. Edhe kuptova pak a shumë edhe kur kishte ndodhur. Prolaktina kishte qenë. Po, edhe ora. Prolaktina kishte qenë ulët dhe thash, okay, e kuptova. Domethënë ka Domethënë e ka rregulluar Zoti që domethënë procesi të ndodhi, që unë mos sforcohem shumë me mjekimet kur prolaktina është e ulët. Pa filluar dita mirë akoma. Dhe, kisha shumë frikra, si do t'ja bëj, po jam në punë, po jam gjithkohës, po si do meci, pastaj pjesa tjetër është histori. Por ama ka qenë një histori e cila ty t'ka sikletosur ato muaj të shtatzani, sepse ti ke qenë me të përzjera non-stop. Mund të them deri në ditën që kam shkuar për të lindur. Domethënë ai momenti i parë. Ai ishte sikleti më i madh. Domethënë unë siklet tjetër nga shtatzania nuk mbaj mend, përveç asaj ndjesisë të vjellit, që nuk më ka lënë as edhe një ditë, që në ditën e parë. Domethënë pyesja por kur të më kaloj kjo ndjesia? Ja 4 muaj, ja 3 muaj. Po jo, po prit. Po u bën 4 muaj. Po ja të bëj 5. Domethënë sa të formohet trupi i bebit. Domethënë mami a të linte kjo të bëje më thoshte gjithmonë. Jetë normale, çfarë thoshte mama? Do kaloj. Mundoj që të më mbante me gajret. Jetë normale, jo. Domethënë nuk kishte fare normale, unë nuk e di si është të jesh në shtatzani dhe të hash, domethënë të ushqesh, të shijosh dhe ushqimin. Domethënë nuk humba, po nuk mora shumë. Domethënë nuk humba në peshë, por nuk mora atë peshë që normalisht marrin zakonisht gratë, madje edhe atë peshë që mora nuk e di pse e mora dhe si e mora, se praktikisht unë isha e pa ushqyer. Domethënë haja shumë pak ose le të themi ushqesha me atë çfarë ngelej në stomak mbasi nxirje. Çfarë haje? Vezën haje, vezën, okay. Domethënë doja të haja vezë, sigurisht që shumicën e gjërave i nxirja dhe pastaj para se të flija gjumë, mundohesha të haja pak kornfleksa me qumësht, nga ato që janë kështu me misër dhe flija. Domethënë flija sepse nga që kisha nxirje gjithë ditës. Domethënë flija që të mos kisha ndjesinë të vjellit, kisha gjithkohës një shije metalike të hekuri në gojë, shumë të shpifur dhe haja ftonj. Domethënë sepse ftonj bëheshin kaq të fortë në stomak sa ti nuk kishe mundësi domethënë që të nxirje. Ka një gojdhën sa i përket ftonjve. Po që bën fëmijë të bukur. Dhe në fakt Kristal ka qenë e bukur shumë dhe vazhdon të jetë e bukur. Po, le të themi, nëse e ka nga ftonj. Po e mbaj mend këtë kam dëgjuar edhe ma ka shpjeguar një e ftuar.
Vesa Haradinaj, në mos gaboj, i kam pasur të treja gratë Haradinaj në studio të ftuara në kohën e pasdites dhe unë bëja gjithmonë një ftua me vete edhe prisja dhe haja në publicitet. Edhe më thot, a do më japësh dhe mua pak? Patjetër, i them unë. Edhe më tha, shiko, tha, nuk jam zakonisht kështu do me thënë me neps, po jam shtatzan. I thash, kemi ftoj për të tërë, për të gjitha shtatzanat që kanë neps ose kanë sikletin, se nuk duan të vjellin. E të përzierave. Edhe ka qenë nuk është se ka pasur ndonjë gjë tjetër gjatë këtyre 9 muajve që ty mund të të kesh asnjë shqetësim tjetër përveç faktit që unë nuk arrita do të merja asnjë nga multivitaminat, asnjë nga mjekimet e protokollit të 3 muajve të parë, domethënë që të forcoj zero acid folik, zero progesteron, zero multivitamina, domethënë asnjë gjë. Bio. Okej, dhe çdo gjë aq sa ke mundur ta hash ndërkohë. Sa më ngelej, domethënë. Po gjithsesi në finale mora një 13 kilogramsh. Okej, në fund fare. I pa justifikuar ishte, domethënë në këto kushte. Po si mendon që? Nuk e di. Me doktoreshën fola asë kohë? Domethënë kishte një sugjerim? Fola, ajo më thoshte që je në pesh, okej, pa pastaj mbasi ti lind, nuk merresh më me analiza pse mora kaq, se edhe bebia lindi shumë e vogël. Domethënë dhe ti nuk justifikoje dot as, domethënë peshën e bebit, po me gjasa, ujra, placenta, etj. A ka qenë një lindje programuar apo diçka që ti e doje të vinte natyrisht? Shiko, unë nuk si çdo njëra nga vajzat që bëhen gra ose që bëhen mama, ai procesi I lindjes ishte një mister I madh. Domethënë nuk e dija se si do ishte, isha e përgatitur edhe nëse do lindja me operacion apo nëse nuk përjashtoja asnjë variant. Dhe me thënë të drejtë nuk e mendoja shpesh. Në mendon se si do lind, si do lind nuk e mendoja. Po thuj se mendoja fare. Kështu që erdha gradualisht afër fundit, dija pak a shumë due dating, dhe me thënë kur e kisha. Datën që duhet të dilte bebi, që bënde 39 javë të plota. Dhe kishim lënë që të shikonim se si do reagon të trupi, si do este procesi. Që mund ta bëni. Po, se jo naturalisht. Nëse bebi do vinte shpejt, mund ta bënim naturalisht, nëse do kishte një problem, mund të ishim të hapur, domethënë pak a shumë. Nuk ishte problem për ju, të dyja opsionet. Me doktoreshën time, kjo temë nuk ishte prekur, do prekej në momentin që do vinte domethënë do ishte të ishte momenti për të ardhur urgjente për tu prekur. Dhe kështu ndodhi. Domethënë mua më filluan dhimbjet e lindjes. Okej. Dhe e kam marrë në mëngjes në telefon dhe kam thënë kam ca dhimbje, po nuk e dia, janë dhimbje lindja, mbase janë dhimbje mesi. Edhe më thot, çfarë janë të tjera ke? Po I thash unë kam pak gjakderdhje, domethënë që normalisht kishte filluar procesi, ajo tapa mikotike kishte rënë, domethënë që afa e mitrës po bëj gati për të lindur, edhe më thot, okej, do shkosh në spital, do bëjmë matjet. Do shohim rrafjet e zemrës bebit, gjithë ky protokolli dhe aty do shohim nëse ka nisur procesi I lindjes. Nëse jo do kthehesh përsëri në shtëpi. Nëse ka nisur, do rish aty do mpresësh se unë do vi. Edhe kështu ndodhi. Unë shkova, doktoresha erdhi dhe më tha procesi I lindjes ka nisur. Domethënë thjesht është I ngadalt dhe ne do presim, janë fillimet. Kështu që do presim. Unë shkova diku nga ora 11. Domethënë dhimbjet e lindjes nuk ishin shumë të forta, nuk ishin shumë të shpeshta kontraktimet, dhe aty filluam të diskutonim për mënyrën si do lindim. Ndërkohë paralelisht kontrollonim edhe rrafjet e zemrës bebit etj. Dhe morëm një vendim aty për aty. Që unë më shumë ja lash sugjerimit të doktoreshës, megjithse ajo nuk bëri imponime as për cezarian. Po le të themi I morëm të gjithë faktorët në analizë. Dhe arritëm në konkluzionin që do ishte më mirë që të bënim një operacion. Salla ishte bosh, për çdo lloj situate ne mund ta kishim situatën shumë në kontroll, nëse do prisnim më gjatë mund të zgjasnin shumë orë. Mund të prisja edhe më tepër, dhe nëse në fund do kishte ndonjë komplikacion, salla mund të ishte edhe zënë, domethënë se varet e diel për të hënë, se unë kam shkuar ditë diel. Ndodh që salla zihet edhe për arsye të tjera, jo vetëm për shkak të lindjeve. E vërtet. Apo operacionet programuara. Edhe unë I thash vetëm nëse do isha më trajote, domethënë çfarë do bëja. Nëse do isha më trajime, unë do futesha në sallë, do mbaroja punë, do isha shumë e qetë, do kisha gjithë procesin në kontroll. Edhe I thash, okay, atëherë do hym në sallë. Dhe kështu, programuam
Të me thënë, lajmërova ti me motor që të vinte. Pas 9 vjetësh të vjen sërish ajo e qara e parë e Kriste. Po, ishte një ullërim kështu si e qerë. Po, e mbaj mend. E mbaj mend edhe momentin e parë. Momenti kur ta nxorën. Po. Më mbaj mend çdo gjë. Mbaj mend epiduralin, mbaj mend sikletin, mbaj mend boshllëku në bark. Po. Mbaj mend ato zhurmat e prerjes. Edhe më shumë ndjesitë e të shkëputurit të një gjëje masive nga barku, edhe atë boshllëkun që të ngelet më mbrapa, edhe atë të bërtiturën e kristal. Mbaj mend çdo detaj, pa diskutim. Nuk ka nën që nuk i mban mend ato detaje. Peshar? Jo. Nuk peshar. Jo. Dhe vajte në dhomë pas? Pastaj shkuam në dhomë. Ta këshin sjell apo e sollën pas si e shkove? Ma kanë sjell shumë më vonë. Edhe pati një kështu si çoroditje të vogël, sepse kristali kur kishte lind, domethënë kur kishte dal, kishte kaptuar pak nga ujrat edhe kishte një të qerë pak në fyt kur qante, derisa ja aspiruan e pastruan, dhe unë kur shkova në dhomë nuk e gjeta. Edhe pyes Albini thash ku është goca? Jas, do ta sjellin tani se pastrojnë se pra. Okej. Pastaj pas një orë thash, ku është goca? Prap ku është goca pas një ore. Po ja se po e sjellin se kishte një të qertë e fytja, ndërkohë që Albit neonati i kishte thënë prit se ka një problem me këtë fëmijë, me kishte bërë gjën alarmante, ndërkohë që ishte një gjë shumë banale. Dhe unë nuk u shqetësova. Dhe me thonë, prita derisa ma sollën, nuk më vuri njeri në alarm dhe unë nuk u alarmova dhe pastaj e sollën erdi. Ishte okej, pastaj. Ishte shumë okej. Vetëm anktin e pas ka përjetuar vetëm Albi në atë moment. Me sa duket, po. Po, Albi dhe i me motor që ishte me mua në sallë dhe më tha, unë, këtë që më ke bërë sot, po, ajo e ka përjetuar shumë. Sepse e ke parasysh kur ti ke motorën e vogël aty. Po. Dhe po futesh në një operacion, që sigurisht ka sikletet e veta. Kur je dhe pak doktoresh, se i me motor është stomatologe, mund të shohësh shumë detaje që të tjerë nuk i shohin, dhe kam kaluar një stres ta që nuk do doja ta kaloja, po unë e detyrova. Po ti pse sqodhe motrën? E detyrova të vinte me mua. Jo, Albi nuk kishte shans të vinte. Nuk ndo. Jo, ishte një gjë që ma kishte prerë. A i kishte prerë ai? Nuk e kisha problem, unë doja të kisha njerëz aty. Mundësisht njerëz të afërt, ose Albi, ose i me motor, jo mami, si diskutohet jo mami, se mama të bëjnë shumë bubura. E di. Edhe Albi ma kishte prerë që në fillim, kishte thënë shiko, unë nuk jam për sallë. Mos ma kërko këtë gjë, nuk e përballoj dot. Të me thënë, mos më fut në për këto modernizma. Se nuk jam për këtë gjë, nuk du ta përjetoj dhe nuk kam se ta përjetoj këtë gjë. Dhe kushe ha motra. Dhe ti me motë, do me thënë e pash dhe i thash, ti, ajo dha me okej, do vi. Edhe erdi, edhe më mbante dorën, dhe ajo, le të themi, është më shumë se e qara e kristalit, ma i mund të bërtiturën e motrës time, kur e ka parë. Sa bukur, sa është duhet emocionuese, sepse motra është gjithmonë mami i dytë për nuk ka si motra, nuk ka si motra. Dhe kush ka motra është me fat, dhe në një situatë të tillë, në fakt në çdo situatë të tillë vendimtare, gjëja njeriu i parë që do zgjedhësh është motra. Motra, është shumë e vërtetë. Është motra. Është ajo që ti do ndash gjithçka, është vetja jote tjetër. E duplikuar, po, e vërtetë. Vetja jote tjetër. Dhe kur ta sollën, ta futën me njëherë në gjë, Jonida, apo pati një proces të gjatë? Jo, filluam tentativat, domethënë kristali e kapi gjirin me njëherë. Ishte kollajt. Po, kuptohet atë natë kemi gdhir sepse ajo qante shumë. Qante shumë, pavarësisht se, në fillime ti nuk është se ke qumë është për të ngopur një fëmijë të uritur. Tjetër. Në me thënë ato 2 pika. Dhe ishim kështu në atë dilemën, ta lëm të qaj, sepse natyra thot që ky fëmijë do pi aq sa prodhon në atë kulloshtërën që është një gjë, do me thënë shumë minimale, shumë esenciale. Dhe aty nga ora 4 e mëngjesit, infermierët u dorëzuan, më thanë, ti japim 2 pika, se gjunaft, flej pak gjumë. Puna infermierëve gjithmonë, në një moment, më thanë, atë vim ta marrim që të flesh një orë gjumë, dhe i thash, mund ta marrësh, në ta qetësojmë netha dhe ti të flesh një orë gjumë. E morën nga ora 1 natës, dhe ndërkohë e morën dhe e çuan në fund korridorit, që unë ja dëgjoja të qarën. Pastaj për gjysmë ore unë u çova i thash, ma sill
ta dëgjoj aty afër se kur e Më dëgjoj mirë kështu larg shue, jam në vërtet merak. është, e drejtë. Po, dhe nga ora 4 e mëngjesit u dorëzuam, domethënë i dham pak artificial që të flinte. Kur ti më përmend të pjesën e të qarës, po ndërkohë ti ke qenë sapo kishe bërë operacion, e kishe të vështirë pjesën e rikuperimit pas operacion? Pra ke pas shumë dhimbje apo Jo, sigurisht që mbaj mend dhimbjet unë kam pasur ca dhimbje shumë të forta të qafës. të qafës? Po, me siguri ndoshta si efekti epiduralit. Interesante. A? Se zakonisht e dëgjojmë te mesi këtë dhimbje. Jo, unë i kam pasur dhimbjet në qafë dhe ajo ishte vetmja dhimbje që unë mbaj mend nga procesi i lindjes. Okay. Me thënë një dhimbje qafe e padurueshme deri në pikën që u detyrova të bëja një voltaren, që deri në atë moment, domethënë isha me qetësuesit normal. Ata e mbaj mend si shumë të sikletshme. Pastaj nuk mbaj mend dhimbje shumë të forta. Okej. Të me thënë, dhimbja e plagës është okej, ti do lëvizësh me... Pra ti kur kollitesh e kur të shtije. Po okej, dhe me thënë. Se më janë kujtuar para ca ditësh thonë që ti okej, mundus. Po prap ajo kolla edhe të shtima. Është fiks ai varianti që thoshin mama tona, që si ta bëj kur të lind, harrohen dhimbjet e lindjes. Po. Domethënë dhimbjet e lindjes edhe kur je me operacion, u harrokan të gjitha. Harrokan të gjitha. Duhet t'i kujtosh vetëm kur ulesh me dikë dhe i mendon po si mbaj kam mend pasur. vetëm një moment kur jam detyruar mbas 2 javëve që akoma pjesa e barkut ishte e mpirë, kontraktuar, ti nuk bëje dot lëvizje shumë të forta. Un kam dalë në zyrë për të rifilluar procesin, se ai ka qenë shpejt në fakt, shumë shpejt edhe ajo është një nga traumat e atij momenti që nuk do t'ja fal vetes asnjëherë, pavarësisht se në atë moment nuk dija të bëja ndryshe dhe mendova që ishte zgjedhja më e mirë. Dhe atë mbaj mend kur jam futur në makinë për të shkuar në zyrë dhe kur kam zbritur nga makina, ai momenti i përkuljes ishte shumë i sikletshëm. Kishte një dhimbje që ishte e sikletshme. Pastaj kur je drejt, okay, e menaxhoje. Të kthehesh në punë një kohë kaq të shkurtër. Shumë shkurtër. Dhe ndërkohë sa ditë, sa kohë bë pas lindjes? 2 javë. 2 javë. Janë shumë pak, se zakonisht edhe ti nuk arrite të përfundosh atë 40 ditëshin që thonë për mamat që duhet të qëndrojnë shtëpi edhe pse ka ndryshuar me kalimin e kohës, po paktën dalin 1 orë, 2 orë, po jo që të qëndrojnë në punë. Le të themi qoftë më shumë se 1 orë. Në fakt, unë nuk e kisha menduar mirë, edhe me sa duket të dy nuk e kishim menduar mirë, dhe me thënë kur diskutonim këtë pjesën gjatë kohës së shtatzanis, po si doja bëj me punën, ti e ke parasysh kur jam në televizion. Po, unë vetë kam thënë do kthehem më një herë dhe u pendova. Do lindesh në fund unë i binte të lindja në fillim të javën e parë të shtatorit. Ndërkohë në atë kohë fillon sezoni. Sezoni, po. Po ja unë linda në javën e fundit të gushtit, le të themi 1 javë apo një javë gjysmë më përpara. Prap ishte shumë herët. Dhe duke llogaritur datën edhe me televizionin atë kohë, që kishim diskutuar pak a shumë si do e zgjidhnim atë proces etj. Kishim bërë një dakordsi që në tetor sezoni duhet fillonte. Mirë po, të filloj sezoni në tetor, 1 muaj do para përgatitje, ti do fillosh në një program që është 5 herë në javë. Në disa gjëra përpara duhet i vësh, disa orientime, disa shtylla gazetarë do orientohen, çfarë, si, qysh, tek, fillon sezoni i ri. E drejt, po. Dhe kur e bisedoja me Albi si ta bëjmë me punën, ta vazhdoj apo ta lë? Unë mendoj që, domethënë Albi më thoshte, unë mendoj që ne nuk kemi pse të ndryshojmë jetët se po bëhemi me fëmijë. Domethënë ai ja thoshte vetes me zot lart që mos të ndryshonte, por edhe unë si naive. Thashe, po kur e thot ky që s'kemi se ndryshojmë jetët, domethënë do ja dalim. Jo, patjetër. Domethënë do shqyemi, domethënë nga të 4 anët, po do ja dalim. Kështu që, okay, nuk po e humbas. Do të sigurisht një gjë në për herë të parë ti akoma nuk e di peshën e saj. Po, pa diskutim. Domethënë dhe gjëja që mua më rëndonte më shumë psikologjikisht ishte që unë dua ta mbaj mendjen aty. Kjo është një gjë që është e rëndësishme për mua. Në si mund ta mbaj mendjen në 2 gjëra që nuk krahasohen me njëra tjetrën, po kanë impenjim. Domethënë puna nga ana tjetër ka shumë impenjim. Është përgjegjësi e madhe, nuk mund të kesh fokus në 2 gjëra thelbësore. Një drejt.
Edhe nuk e di se si e mendova. Do me thënë nejse, unë atë e mendoj si mendje lehtësi. Sido që t'ishte, sado vështirë t'ishte për financat e tjera, unë besoj që gjithsesi do t'e kishim dalë. Sot pendohesh për atë pendim? Absolutisht, nuk ja rekomandoj askujt. Do me thënë, nuk ja rekomandoj askujt dhe them që kam bërë budallikun më të madh të jetës time, që unë vitin e parë nuk kam ndelur me gocën. Sepse e di çfarë, të me thënë, puna është një gjë që sot e ke, nesër nuk e ke, është një gjë që ti Po nuk e ndryshon, nuk një e formë. kontrollon dot. E di çfarë ndodhi. Ndodhi që unë vitin e parë për ta mbajtur gjithë investimin që kisha bërë edhe për mos ta hedhur në erë, edhe për shkak të një fëmie, apo edhe për shkak të një përkushtimi apo të një procesi që unë duhet patjetër ta kisha, domethënë ta zotroja plotësisht, ndodhi që një vit më mbrapa unë e lash punën. E le vet, po. E lash vet punën. Kjo është smerri më, po. Dhe unë kam ndenjur me gocën. Akumulim. Po. Kur ajo ka bërë një vjeçë e pak, deri në 2, kam ndenjur pothuajse me të gjatë gjithë kohës dhe nuk ndeja vitin e parë që ishte domosdoshmëri jo vetëm për të, po edhe për mua. Do me thënë, e kupton që ne mundohemi të kontrollojmë ndonjëherë ca procese dhe e vetmja gjë që ne duhet kontrollojmë them unë tani me mençurinë dhe maturinë që kam është gjërat që vijnë të brendshme, edhe që kanë të bëjmë vetëm me jetën tonë dhe me jetën e fëmijëve tanë, edhe me familjen. Të tjerat shkojnë, vinë, duhet jenë gjithmonë në funksion të kësaj, asnjëherë kundërta. Kjo është më vërtet, në fakt, është më vërtet dhe penalizojmë jetën tonë për këto gjëra të cilat asnjëherë kundërta. Vinë në një formë tjetër në një të ardhme, domethënë vazhdojmë edhe bindem më shumë pra sa mbyllet një derë, hapet një dritare, domethënë është çështja e pasigurisë. Këtu pastaj është zhvendyn, është zhvendyn në fakt, që ta jep të pasiguri. Ne jetojmë në një vend që ka shumë pasiguri, domethënë I vendos sidomos gratë në sforco për të kontrolluar procese që normalisht duhet jenë të zgjidhura. Kur një nën nuk duhet jetë e rëndësishme vetëm për familjen, apo këtë rëndësi nuk duhet e japi vetëm bashkëshorti, duhet e japi shoqëria. Domethënë në momentin që një grua bëhet nën, askush nuk duhet kërkojë më asgjë prej saj. E drejtë. Dhe këto duhet jenë të sistemuar, po ajo nuk mund të jetë edhe pa punë, po ajo nuk mund të jetë edhe pa para. Po. Si do rritet ajo? Mos gratë në televizion, në këtë pikë janë shumë të sakrifikuara, se gratë në administrat gjithsesi e marrin edhe një vit leje, nuk është se e marrin një vit leje, nuk kanë atë lloj presioni, mund ta shtyjnë gratë në televizion. Nuk lejohet. Janë shumë të sakrifikuar. Nuk lejohet, domethënë nuk ka një rrugë të mesme. Janë o lër punën dhe je e pa punë, ose rri në punë full time sikur të mos kesh ndodhur asgjë, domethënë. Ke ndryshuar jeta 100%. Nuk ka një gjë të mesme në televizion që ti dhe të jesh po jo full time. Domethënë o je all in ose je. Dhe në fakt do të ndodhte që ti do të qëndroje këtë vitin e dytë me vajzën. Dhe kjo do të krijonte një lidhje shumë të ngushtë, ndoshta shumë të ngushtë. Kjo shkëputja e vitit të parë mund të lindte trauma të shkëputjes së saj më pas me ty. Pra ka pas shumë të vështirë shkëputjen me ty. Domethënë tani që erdha për këtu, edhe që normalisht në darkë më duhet të jem diku tjetër. Që nuk ndodh më për ditë sepse unë tani jam e angazhuar vetëm me të. Fillon pyetësorin çfarë do vish, po me kë do flej, po si, po me kë do t'i bëj detyrat. Domethënë ajo nuk më ka vetëm mua si figura tashimi për hir të vërtetës. Gjyshja e saj është nga figurat e rëndësishme të tashimit, por ka, domethënë dhe ka pasur gjatë gjithë këtyre 9 viteve procesin e shkëputjes shumë të vështirë. Domethënë ka pasur reagime shumë të vështira, shumë të pamenaxhueshme në momentin që unë ikja nga shtëpia. Dhe unë me timen, tani që analizoj, ja vë fajin atyre shkëputjes parë, atyre 2 javëve të para që unë kam dal nga shtëpia herët, pastaj mbas 4 javëve unë isha 10 orë në punë, 9 orë në punë. Domethënë dilja në mëngjes në orën 10 dhe vija në shtëpi, programi mbaronte në 7. Domethënë imagjino kur përfundoja unë në shtëpi. Unë isha një nën me qumësht. Me qumësht, domethënë me pompën me vete. Gjithkohës. Janë procese që kjo bota moderne që mendon që proceset natyrale do t'i zbukurojë dhe do t'i fusin në kanale menaxhimi, ja fut kot. Domethënë proceset natyrale janë procese natyrale, domethënë nuk duhen nga fillimi deri në fund. Nuk duhen ngacmuar, në të kundërt, ti mendon që ke bërë një gjë të shkurtër dhe nga krahu tjetër ke zgjatur diçka tjetër që duhet kishte ecur në mënyrë natyrale shumë më shpejt në kohën e saj. Shkëputja do të penalizonte edhe
le themi atë çerdën apo kopshin që ti do doje ta çoje më pas Kristen, apo jo? Aty, do me thënë, Kristali mi ka larë mua të gjitha haqet e vitit parë, do me thënë, sepse kam vuajtur jashtë mase shumë për ta lënë diku. Ndodhi mbas vitit të dytë që normalisht duhet filloja përsëri punën e tjerë, filloi procesi, filloi sezoni, filloi një projekt i ri, dhe unë duhet ta çoja në Kristali sapo kishte bërë 2 vjeç. E pak, e duhet ta çoja në Kopësht. Dhe, vajtëm një ditë të bukur të dyja, e pam Kopshtin, i pëlqeu, tralala, trilili, shumë bukur të nesër, unë e vesha me ora çantën, dhe e çova. Dhe ika, mua nuk pëlqente ideja të ndenjurit mbas dere. Shumë mirë ke bërë, po. Dhe ika. Dhe edukatorët më marrin telefon për një orë, më thanë, hajde mere se nuk rri. Nuk ja dalim dot. Okej, e mora. Të nesër me bëra prap të njëjtën gjë. E lash dhe ika. Hajde mere se nuk rri. Dhe mbas një javë, dhe me thënë, ajo u boj një problem shumë i madh, sepse Kristali jo vetëm që nuk rrinte në Kopësht, ose për shembull mund të kërkon, nuk është se kërkonte mamin mbas një ore dhe fillonte qante. Ajo sa futej tek dera e Kopshtit. E kuptonte që nuk do ishte. Nuk e kalonte pragun e Kopshtit, ulej për jashtë atë stoli dhe fillonte qante. Dhe edukatoria duke tentuar që ta qetësonte dhe më pas ta merrin procesin çik si më qetë, përfundonte me një fëmijë në prerë që i flinte gjumë dhe 10 të tjerë brenda që e pristin. Pa edukatorën, dhe u pezullua, do me thënë gjithë procesi, kështu që ne vendosëm që mos ta fillonim procesin e Kopshtit, ta shtynim. Unë kuptova që Kristali nuk ishte gati, do me thënë kishte në atë periudhë ajo preu ushqimin, hante shumë mirë, në mënyrë demonstrative. E preu ushqimin. Unë besoj që ka kaluar një ankth shumë të fortë, sa jo nuk hante më asnjë gjë. Dhe me thënë, kur të them asnjë gjë. Dhe me thënë, dhe nga i moment ka bërë një 7-8 muaj kështu abstinencë totale ndaj ushqimit. Dhe me të gjitha për një herë, ndryshoi, si me thënë, sot me nesër. Dhe shifja që edhe kur flinte gjumë, çoj, kush mami? Dhe me thënë, sa po flinte, sa po e zinte gjumi, zgjohej me një ankth. Me ankth, dhe me thënë, dhe e prishte gjumin me idenë që duhet të kontrollonte patjetër nëse mami është aty apo ka ikur. Dhe e lan, nuk e sforcuam më. Dhe një bashk, ashtu filluan nënat, si që ishin, dhe me thënë, në full force, po tani ndryshuan pak regjimin, një ditë njëra, një ditë tjetra, mbas një 7-8 muajsh të tjerë që ajo u qetësua, filluam të çonim në një çerdhe që ishte pak më afër shtëpisë, që të mos ishim larg dhe le të themi unë rria me të një orë sa do të të socializoj. Sa të ishte okay për të. Do të unë rria jashtë ose mundohesha të rria gjysmë ore brenda, gjysmë ore jashtë. Filloi pastaj procesi i këtij ankthit të ndarjes nga nëna që u bë, do të thënë po jepte shenja të forta dhe unë mendova ta çoja në një terapi. Do me thënë, e para për të një vlerësim, sepse shikoja që ishte shumë tantrume, shumë forta edhe të vazhdueshme. Filluam një terapi, terapisti e parë doli jashtë loje, sepse seancat e para vajt në ndëm, usa e lija, do me thënë dhe ato ishin me idenë e lë dhe ikën, që ne të punojmë me të, edhe për disa ushtrime, që unë, do me thënë, ne mendonim që Kristali kishte nevojë, ishte mirë, do me thënë që ti bënde në atë kohë, shkonim në terapi, dhe seanca shkonte dëm, po njësoj si në Kopësht, Kristali fillon të qante, dhe nuk pushonte deri në momentin që të shkoja unë. Do me thënë, ti nuk bëje do të asgjë me ta, nuk ndërvepronte fare. Iku terapistja e parë, u fut në lojë terapistja e dytë me një skem të re, dhe më tha, okay, ti do rish këtu, do me nuk do ikësh. E vendosëm që unë të rria aty. Në me thënë si një fotografi, ullur në karike pa bërë asnjë gjë. Edhe kështu e kaluam pak atë terapin, filluam gradualisht, etj. Sa të fitonte besimin e themi. Sa të fitonte besimin. Po shiko, është edhe me natyrë fëmijësh. Për shembull tani që ajo është e rritur, përgjithsisht, do me thënë, Kristali është fëmijë që nuk krijon besim kollaj, që nuk ka shumë besim tek gjërat që i them unë. Mendojnë që ti po e gënjen, ose që ti, ose të bën pyetje kontrolluese.
nuk e bën vetëm me ty, e bën edhe me njerëzit rreth e rrotullt. Nëse ti do të ketë siguri nëse dikush i thot diçka, do ta kontrolloj edhe me tre të tjerë në mënyrë shumë natyrale për të bindur nëse ti ke thënë të vërtetën apo jo, dhe nuk e bën vetëm me mua, e bën përgjithsisht me të gjithë. Kjo është mënyra se si ajo kontrollon dhe krijon bindjet e saj me botën, dhe them që është edhe natyra e saj, është natyrë kontrolluese dhe mosbesuese. Dhe funksionoj me psikoterapist për shembull. Po, besoj që atë fazën akute e kalua. Ti je shumë pro kësaj në fakt, se dhe vetë për shkak më përpara të ankthit që ke përjetuar. Po, unë besoj te terapia dhe sa herë që shoh diçka që më duket stresuese ose që e lodh fëmijën, domethënë e para i bëj një kontroll. Okej. Vdes për këto kontrolle, mbaroj. Domethënë i bëj një kontroll dhe në çdo fazë, domethënë e kam çuar kështu për kontrolle, dhe nëse për shembull ka ndonjë terapi interesante, qoftë edhe për disiplinimin, e çoj unë. E çon. Po, i bëj. Pra, ti e kundërta atyre prindërve që edhe kur fëmijët realisht kanë probleme të theksuara, jo, më shoh me lup. Ti ndryshe nga ata që me dhe mohojnë se ky është problemi i prindërve që nuk punojnë dot me fëmijën edhe që të avancoj për të ecur përpara. Frika ime është mos e egzageroj për të neglizhuar, s'bëhet fjalë, nuk jam fare nga i krau. Unë jam në limitet e kraut tjetër. Cili do të ishte mesazhi yt në këtë pikë, Jonita, për ata prindër, sepse sot vazhdojmë hasim pas shumë kaq shumë vitesh praktikisht në këtë situatë kur fëmijët ne përballemi shpesh me probleme në sjellje të fëmijëve, po nuk po fus thjesht autizmin në këtë rast sepse ka edhe ka shumë fëmijët në proces rritje mund të kenë vështirësi nga më të ndryshme, ne nuk jemi të gjithë njësoj. Eksakt. Dikush mund të ketë nevojë për ta ndihmuar. Të folurën për shembull, janë krejt të ndryshme. Në të folur, në të shkruar, në të ecur, në të, domethënë në ndërveprim social. Domethënë ka fëmijët janë të ndryshëm. Për shembull Kristali e ka pasur ankthin social, përgjithsisht. Nuk ka pasur shumë qef njerëzit e huaj etj. Një fëmijë tjetër mund të ketë problem një gjë tjetër. Domethënë mua më duket absurde pse të mos e ndihmosh një fëmijë. Ndërkohë që patjetër që fëmijët nuk janë njësoj me njëri tjetrin, se mbaj mend kur e çoja në fillim në terapi, domethënë im shoq që nuk ishte dakord. Po, unë e vendosja vete dhe nuk diskutoja kjo gjë. Më thoshte për çfarë çon? Po pse përdorni kështu skemash? Po kjo nuk është fëmia e gjithkujt, është fëmia im dhe joti, domethënë natyra tona të miksuara. Po, unë besoj që gjërat mund të lehtësohen edhe mund të përmirësohen, edhe kur ti e shikon që fëmia vuan, pse të mos e ketë një kohë të qetë? Po ta ketë një kohë të stresuar edhe të lodhshme, duke qarë edhe duke u grindur, kur mund ta ketë më të qetë. Dhe unë besoj tek plasticiteti i trurit dhe te fakti që, siç po e vërteton edhe shkenca kohët e fundit, që çdo gjë stërvitet, çdo gjë mësohet. Kështu që për sa kohë kjo gjë është e vërtetuar, unë nuk po them probleme që nuk zgjidhen, po edhe ato që nuk zgjidhen mund të përmirësohen dhe mund të lehtësohen. Po te kjo neglizhimi që bëjmë prindrit, në eksperiencën time dhe në mënyrën si i kam parë unë, jo se unë nuk i dua burrat, po përgjithsisht, unë besoj që mamat kanë instinkt. Një nën arrin ta dalloj kur fëmia sforcohet edhe vuan. E ti, po ndoshta nuk arrin ta pranojnë, po duhet një punë me prindin në këtë rast. Unë besoj që nënat e pranojnë. Por te ky raporti në çift, kur nënat nuk kanë shumë fuqi për të marrë vendime, edhe duhet ta vendosin bashk. Kam përshtypjen që influencojnë pak ndoshta burrat me atë qetësinë që duan, edhe me këtë të mos bërit të gjërave shumë probleme dhe të mos kaluarit të mohimit. Përgjithsisht mendoj që është e burrave kjo më shumë se sa e grave. Domethënë gratë përgjithsisht alarmojnë edhe i zmadhojnë problemet. Domethënë ata që ju duan t'ju vënë një kapak, t'i sheshojnë, t'i kalojnë pak më thjesht, ndoshta se janë edhe më të dobët emocionalisht, janë burrat dhe ndoshta besoj që ndikojnë në për çift ose në rrethin tim familjar ose në eksperiencat e mia kam parë që burrat përgjithsisht nuk duan të përballen me problemin. Ndërkohë që gratë kanë tendencën të kalojnë pak nga egzagerimi dhe nga ekstremi. Edhe ai nuk është i mirë. Patjetër. Por sido që do të jetë një balans, ai të përjashton, me egzagerimi të përjashton më shumë mundësi të rrezikshme,
se sa neglizhenca, apo të mbyllësh një sy dhe të bësh sikur gjërat shkojnë mirë. Në fakt, me qënë se përmënda Albi në këtë pikë, e cili është më i qetë, më i kontrolluar në këtë pjesë dhe duke pasur një lloj kundërshtie në këtë sfidë ju e keni pasur gjithkohon me njëri tjetrin. Ne kemi, domethënë përgjithsisht si natyra jemi në këto ujëra të kundërta. Ai përgjithsisht do ti marrë gjërat si vinë. Pra dhe në edukimin e vajzës, po them. Ju ka keni qenë thuaj se njësoj në këtë pikë, keni përplasje. Vazhdojmë kemi përplasje për edukimin. Domethënë në fakt të edukimi po hasim ca probleme, po shohim natyra të tjera të vetvetes. Domethënë unë jam pak më easy edhe më smooth, domethënë diku e liroj, diku e shtrëngoj, mundohem ta ndjek pak, të ndjek atë. Ai është më shumë strikt. Është shumë strikt. Domethënë do strikt dhe më thotë ti ke gabim. Domethënë e ke gabim që ti e ndjek edhe mundohesh të orientoj ajo apo të orientohesh me natyrën e saj. Fëmia do një jo të prerë. Edhe nuk e ka keq që fëmia do një jo të prerë. Po drejtë e mori kur ti ri më shumë kohë është shumë e thjeshtë ti thuash një jo fëmijës. Kur je më pak prezent. Domethënë kur je për ditë prezent me fëmijën, ti nuk i thua dot jo për çdo gjë. Edhe për arsyeën më banale që ti mund të jesh e lodhur në atë moment. Dhe ke nevojë në një moment, domethënë ti mund bësh burnout në një kohë shumë të shkurtër me një fëmijë. Domethënë ai mund të sjellë vërdall në një mënyrë të pamendueshme. Mund ta bëj këtë me gjyshrit, mund ta bëjnë këtë me mamat përgjithsisht. Po kjo ka dhe të mirat dhe të këqijat e veta. Domethënë unë besoj që pavarësisht se e di që ajo egzageron me mua, në kuptimin e të llastuarit edhe të bërit drama, mendoj që gjithë ngarkesën që merr nga jashtë, të performuarit në shkolla, apo në shoqëri, ku ti nuk i shpreh dot ndjenja, ti i mbyt brenda. Kur vjen në shtëpi, diku do t'i shfrysh, dhe ku do t'i shfrysh, më mirë se sa në vendi ku ti kuptohesh edhe pranohesh ashtu siç je. Besoj që është natyrale. Edhe kur mendoj që e kemi egzageruar me tolerancën apo me tolerimin e të ngriturit të zërit, të qarit e tjerë, them it's okay. Një fëmijë, mundohem gjithmonë të jem e vetëdijshme dhe them, një fëmijë është akoma i pamaturuar. Truri i tij është i pamaturuar, është akoma te faza emocionale, po ti ishte kaq e thjeshtë. Domethënë nuk do na duhet të bëheshim 40 vjeç e 50 vjeç për të menaxhuar emocionet. E drejtë, shumë vërtet. Po këto imagjinoj që këtë e pretendojmë ne nga fëmijë 5. Po kur e pretendojmë 2 e 3 që janë në kulmin është absurditet, sepse e gjem edhe unë vetë shpesh e gjej veten përballë kësaj pse mos më kuptoj kjo, si më të kuptoj, më ngriuzja si të kuptoj. A disa vjeç është, vetëm a disa vjeç është këtu mbyllë muhabetin, motra ime. Këtu mbyllë muhabetin, sa vjeç është këtu, s'ka më diskutim mbrapa, domethënë ajo do bëj çfarë ti doj shefi, domethënë mos e zgjat më thotë. Shko, patjetër që është një fije disiplinë ndoj ke, është një fije holl midis disiplinës, se fëmia ka nevojë për rregulla. Për rregullin ka nevojë, se ndryshe do hapërda dhe nuk do kuptoj domethënë ku të eci. Dhe ajo i bën edhe më shumë dëm. Po nga krahu tjetër, domethënë ne nuk mund të pretendojmë që hyn babai në shtëpi apo hyn nëna në shtëpi, edhe në këmbë dhe gati tu. Domethënë kupton se ç'është respekti, kupton se ç'është apo por këto përballjet me Albin i ke pasur ndonjëherë në sy të vajzës? Lere tani. Ashtu? Nuk e shpangim dot ato. Domethënë kjo është nga gjërat që po se keni bërë pakt përpara? E kemi bërë, po është e pa. Domethënë mundohemi ta menaxhojmë, por përfundojmë që maksimumi menaxhimit është i flasim njëri tjetrit në emër, për shembull, që ti tërheqim vëmendjen që po e tepron, flasim në emër. Dhe domethënë përgjithsisht Albi nuk e ka qef që unë ti flas apo ti tërheq vëmendjen në sy të gocës. Edhe ndonjëherë edhe shpërthen për çfarë po më flet. Domethënë do të më korrigjosh. Edhe aty hapet muhabeti që po po të korrigjoj, po kjo gjëja unë përgjithsisht bëj shenja, ndërkohë që ai për të më thënë që mos bëj as shenja, domethënë mos ndërhyj fare në këtë pikë. Domethënë ngre zërin, po unë e kam pamundur të mos bëj shenja. Po sigurisht se do ta mbash për vete, po nuk të lë njëri. Po dua të ruaj ca balanca dhe
Më duket ndonjëherë sikur e egzageron, domethënë sikur e bën me vedije. Dhe kam të pamundur ta mbaj dhe i bëj shenja. Po përfundojmë zihemi të dy shumë keq për gocën, domethënë është një nga argumentat më kryesore të debatit. Të fortë që keni. Ka ditë që s'flasim fare. Vërtet? Po. S'flasim se nuk arrim dot të kuptojmë perspektivën e njërit edhe të tjetrit. Edhe nuk e di si do shkojmë. Kur mendojmë që na pret, se janë akoma shumë vite të vështira përpara për të rritur. Adoleshenca është një tjetër etapë në fakt rëndësishme. Përpara se të arrijmë aty, sigurisht do flasim shumë. Do flasim shumë sot për preadoleshencën, adoleshencën njëkohësisht dhe çfarë vjen më pas, përpara se të shkojmë aty në këto vitet e para, le themi në atë 3, 4, 5 vjeçar. Si ja mbushje ditën Kristalit, me libra, me teatr, si ka qenë për ty? Shiko, ajo periudhë ka qenë unë mbaj mend veten me karrocë dhe jashtë. Okej. Ajër, të pastër. Po, nuk e mban dot një fëmijë në shtëpi më shumë se sa një orë. Maksimumi 2 orë, domethënë ja do bësh një lojë me kuba, ja do bësh pak brum, ja do bësh pak llaç, ja do marrësh çik ujë. Domethënë përgjithsisht Kristali e ka pasur shumë qef ujin, e ka qef akoma. Edhe në lavaman mund kaloni me orë të tëra. Bëj flucka, e bëu qulle, ujë me legen, e fut lodrat. Po pra ka një limit, po nuk e mban dot gjithë ditën. Të mëson fëmia vet. Domethënë të mëson fëmia vet deri ku mund të mbaj. Po. Po me librat si keni qenë? Lexoje natën para se të flinte? Unë i lexoja natën, i tregoja shumë pralla, domethënë tani jam i keq pak me librat. Prezi i tyre është shumë i ndryshëm nga që kemi menduar ne se mund të ishin me gjithë teknologjinë. Domethënë ata janë përtej menaxhimit dhe ndonjëherë edhe mundohem ta kuptoj dhe them po çfarë kërkojmë ne tani, kërkojmë që një fëmijë i moshës Kristali, lindur 2016 e këtej, të marri dhe të ketë durimin të lexojë një libër apo të lexojë 10 herë një tekst siç i kërkojnë në shkollë për shembull. Që atyre ju duket absurde. Dhe them s'ka mundësi, duhet ta stërvisim, duhet të punojmë për ditë sepse do e arrijm. Pastaj them si mundet kur ata janë përballë dy të kundërtave shumë të mëdha, një kundërshti shumë e madhe në botën e tyre. Nga njëra anë gjëra shumë të shpejta, siç është bërë çdo gjë sot edhe për ne, jo vetëm për ata. Janë shumë të formuar me audiovizual, ata i duan gjërat t'i dëgjojnë dhe t'i shohin, video dhe mundësisht në një kohë të shkurtër të marrin një esencë shumë të madhe. Truri tyre është formuar kështu. Në këtë lloj forme. Dhe nga krau tjetër, ne ju kërkojmë të lexojnë një tekst 10 herë. Të shkruaj një tekst 10 herë. Dhe atyre nuk ju bën sens. E ke bërë dhe si çfarë të ka thënë kur e ke thënë? Jo, ta bëj me zor 10 herë nuk ka shans. Nuk e bën. Jo, nuk e bëj. Nuk arri dot. Domethënë arri deri te kompromisi, nuk do ta lexojmë 10, po do fillojmë deri në pikën që do lodhemi, edhe do ta mësojmë. Dhe thotë unë e di që në momentin që e kam lexuar 2-3 herë, pse do ta lexoj 10? Po se dysha ka thënë 10. Po jo, nuk ka kuptim. Jo, nuk ka kuptim që me 2 herë unë mësoj. Edhe ti gjithkohës duke bërë argumenta me një fëmijë që në fund të vjen ti thuash pylle se kështu do ta bëj dhe pik po. Gjithmonë do të arrish aty. Në fakt po gjithmonë e kafshon gjuhën, për çfarë ti thua se kështu them unë? Jo, nuk është më. Si më përpara. Do përballesh nga krau tjetër, po edhe çfarë? Domethënë edhe çfarë pastaj? Ka qenë e vështirë për të gjetur shkollën? Ka qenë. Nuk është se i morëm gjithë shkollat me radhë, po domethënë me këtë proces jam marrë unë përgjithsisht, edhe nga kopshti, edhe nga parashkollori. Në fillim mendova që donte një parashkollor të dytë pas atij të parit, ku vetëm kishin luajtur edhe ishin argëtuar, edhe nuk kishin marrë në një bazë të fortë, gjë që mbase është normale. E kupton. Dhe vendosëm të bënim një parashkollor të dytë, që kur të shkonte në klasë të parë, sepse bëm një testim për klasën e parë, dhe zyshat më thanë që nuk është gati, dhe ki parasysh që do jetë me më të rritur. Se normalisht Kristali bënte 6 fiksa pa fillon të shkolla. Do jetë me më të rritur në klasë, do jetë me 7, do jetë me 7,5, dhe do ta ketë pak më të vështirë. Domethënë duhet të gjejë një të mesme dhe vendimin duhet ta merrnim ne në bazë të karakteristikave të fëmijës. Nëse do ta çonim dhe do ishte më e vogla e klasës apo do ishte, le të themi, më e madhja e klasës dhe në mes. Dhe ne zgjodëm të bënim 2 parashkollor, pastaj të fillonim klasën e parë. Dhe le të themi zgjodha një
të mesme. E kuptoj. Do me thënë një shkollë që ka edhe pak disiplinë, po edhe jo do me thënë e rep në kuptimin e... Po të mbytëse për fëmijën edhe... shumë skolastike e tjerë. Kishin provuar një version të tillë dhe ajo është fëmijë ndjeshëm përgjithsisht. Dhe ja kështu, dhe okej, arsimi në Shqipëri edhe pjesa privat, shtetëror, po edhe privati, ka shumë gjëra që ti nuk je dakord. Ti mundohesh ti ndryshosh, mundohesh ti kuptosh, po në fund të ditës nuk i ndryshon dot. Kështu që një lloj forme besoj të gjithë prindrit në Shqipëri janë përshtatur. Po dje marr ti ndërkohë me pjesën. Po, jam marr përgjithsisht unë, kam pasur, nuk është se kam pasur më shumë kohë të lirë, por le të themi kam qenë më detajiste për këto gjëra. Nuk prisja i do ta bënte Albi, natyra e punës ti, kuptohet gjatë gjithë kohës se i kam shpjeguar, kam parë këtë, kjo kështu, kjo ashtu, kam argumentuar dhe në fund kemi marrë një vendim për ta çuar aty ku kemi çuar, në një shkollë private, jo në një shkollë publike, sepse në shkollën publike oraret njëra para shumë herët. Orare e para. Po, dhe do ngeleshin shumë orë të tëra që do të na duhet ti mbushnim. Ti plotsonim, po e vërtet. Dhe është halli i të gjithëve, le të themi, halli i të gjithëve. Zgjodhemi të mesme. Përpara se të kalojmë tek teknologjia, kur ja ke bërë prezent, le të themi, telefonin, iPadin, për herë të parë, videot, çfarë shikonte, dua gjithashtu të cek diçka. Kur ne ishim bashkë, kur takuam bashkë për këtë intervistë, po shikonim po kërkoje foto të Kristerit. Edhe po kërkoje. Skam, amadje. Edhe më bëri shumë përshtypje sepse zakonisht kur lind bebi dhe ato vitet e para të jetës, telefoni yt është vetëm me bebin, vetëm me foto edhe kur ndodh ajo ndarja, ajo pika ndarse që ti në një moment nuk i bën dot më foto. Nuk e mbaj mend kur ka ndodhur eksaktësisht, po ajo është pak natyra që nuk i pëlqen të jetë në qendër të vëmendjes. Nuk e ka pasur me fotot në fillim, por e ka pasur me vëmendje. Nuk ka qef që dikush t'i thot sa e bukurie. Nuk ka qef që dikush t'i thot ua sa bukurie veshur. Dhe këtë ka pasur që në fillime. Tani e ka forcuar shumë. Dhe ndërkohë që me botën jashtë është e detyruar të ndërveproj, do me thënë, aty ku mundet vë limite si fotot, për shembull. Dhe ti mund t'i nxjerrësh një foto, por ajo do jetë gjithmonë me fytyrë të shtrëmbëruar në çdo foto, do jetë me gjuhën jashtë dhe edhe i thosha një ditë kunatës time, bërim shaka, edhe i thash nuk kam asnjë foto, thash të Kristali, si t'ja bëj të kemi një foto tamam, se më vjen zori, thash më pyesin njerëzit, ta shoh ç'i gocën sa është rritur, edhe unë çati nxjerri, thash nxjerr fotot e gocës, goca dhëmët për jashtë dhe ajo shtrëmbërohet ka stile. Do me thënë që mos të dali në foto ashtu siç dua unë, po unë të heq dorë nga foto. Dhe ashtu janë gjitha fotot. Të gjitha fotot. O me sy hapur, o me surrat të shtrëmbër, ose... Por ti ndërkohë ke bërë pjesë edhe të projekteve tua, le themi, publicitetin që ke pasur. Po, her pas here, po. A ke frikë që ndoshta një ditë ajo do të thotë mi shtuk të gjitha që ke hedhur, të gjitha gjërat? Do ja shtukim ç'a bëjmë. Po nuk e di, domethënë si do reagojmë atë pjesë. Përgjithsisht, kur ka qenë bebe nuk është se e kam pyetur as e kam menduar. Po, çka kanë qenë të kohëve të fundit, domethënë e kam pyetur patjetër se nuk e marr dot më me zor. Domethënë ajo është një moshë që ti nuk bën dot asgjë me detyrim. Domethënë ka dashur dhe ka ardhur. Kaq. Kjo është. Po, pastaj po u bë pishman më vonë, do ja heqim. Kjo është, s'ka rrugë tjetër, domethënë, nuk është se. Po nuk është se është një gjë që të shqetëson, le të themi që të kesh filluar ta diskutosh me Mikesha motor njëkohësisht, Jo, nuk më shqetëson për sa kohë ajo nuk më bën prezente, domethënë si shqetësim. Nuk e postoj në për Instagram, se nuk e fotografoj dot, domethënë, kam qef ndonjëherë të postoj ndonjë foto, nuk kam foto. E pamundur. Nuk është e pamundur. Po nuk është se më ka thënë për shembull që e ke të ndaluar që të postosh fotot mia, ose e ke të ndaluar që të më nxjerrësh mua kështu. Ajo thjesht nuk është aty. Nuk ndërvepron me ty kur kupton që ti po bën fotografi. Po nëse do më thotë që stop, mos e bëj në asnjë formë, sigurisht që unë s'do e bëj më në asnjë formë. Dhe kur e ke prezantuar për herë të parë me teknologjinë?
Shiko, ka ardhur gradualisht. Vitet e para ishim me Baby TV. Okej. Në me thënë, kishte ato momentet e televizorit, në me thënë... Këngët, që fillon të mëson atë gjërat e para. Mami Finger është, në me thënë, dhe të gjitha me radhë. Për aq kohë sa kishte interes. Pastaj në momentin që humbiste interes, i nikte, 1 orë në ditë, 1 orë e gjysmë, do me thënë do kalonte nga televizori. Pastaj ne bëm një gabim që kur bëri 6 vjeç, i blem një iPad. Këto iPadet e Amazonit që kanë vetëm materiale për fëmijë. Po. Do me thënë kanë vetëm content për fëmijë etj. Thamë që ato orën që do kaloj, po aty brenda kishte programe të jashtëzakonshme. Do me thënë kishte libra të animuara, që pavarësisht ti me tablet, do me thënë. Dhe nuk e di se si përfunduam, që kemi shkuar tek ai çuni që kemi poshtë tek lagja që merret me këto teknologjirat, dhe ja lam aty iPadin sepse presioni ishte jashtëmase i madh që të vendosnim YouTube-in, sepse ai kishte vetëm YouTube Kids ose diçka e tillë, po. Të vendosnim YouTube-in sepse ai duhej të programuar që të vendosje YouTube-in, sepse ishte një iPad i Amazon tablet. Dhe u vendos YouTube-i. Filloi lufta pastaj, domethënë me YouTube-in. Pastaj filloi Robloxi, papritur ne doli Robloxi në skenë. Në klasë të parë. Çfarë është Robloxi? Aty nga klasa 2 Robloxi u bë, domethënë një lojë shumë prezente dhe tani jemi kaluam nga Toka Boka, domethënë është një lojë tjetër, pastaj kaluam te Robloxi, Robloxin e kontrolluam, e hoqëm ca kohë fare, domethënë unë shpika një histori. Shpika një kështu virus që ka rënë që duhet hequr Robloxi sepse po, edhe hoqa fare ca kohë. Domethënë okay, pastaj filloi shkollë, domethënë në klasë, shokët e klasës e luanin. U detyrova ta fusja prap. Domethënë gradualisht, tani ka humbur interesi për Robloxin edhe ka ca lojra tjera nga këto me ndërtime qytetesh e ku diun se çfarë, domethënë apo me kërcime, po përgjithsisht aktualisht Kristali është shumë e fokusuar tek YouTube-i edhe shef Dance Moms, gjithë këto gocat e reja që kërcejnë edhe aty. Tani është fiksuar me kërcimin. A e ke futur në një kurs kërcimi? Po. 3 orë në ditë, domethënë Kristali vetëm kërcen. Kërcen kur ha, kërcen kur bën detyrat. Kërcen kur flegjum. Domethënë është më në fund asaj i pëlqen diçka. Shkon me shumë dëshirë, kalon 3 herë në javë, 2 orë në ditë pas ditave. Dhe mua më pëlqen që ajo është, kjo është një gjë që ajo jo vetëm e pëlqen, po qëndron gjatë. Janë futur ca idera tani që pak më vonë do shkojnë në Amerike, do futet në për audicione që Unë nuk i kam thënë që nuk bëhet. Jo, rëndësishme është të ketë ëndra. Pa diskutim. Të naturalizohen. Po, ëndrat janë të naturalizohen, për që të bëhet kërcimtare, më Orinda. Po, pse jo? Po, shumë dakord, se shka shkollaj. Po, shiko, ne dim shumë mirë çfarë është ajo. E di, po ndoshta ajo në Shqipëri, po në një vend tjetër edhe pse duhet thënë që edhe do shkulemi me balerinat shqiptar të tërë ne tani, do të thënë që Kristalit kërcej dhe pastaj një ditë bukur thotë, e di si shpuna nuk pëlqen më kjo gjë, e kupton? Po. Po këtë dhe shohësh me kohën, kam përshtypjen. Duke parë, duke bërë. Në këtë pikë jemi. Dhe kjo pjesa e kurseve, me qenë se ti më përmend pjesën e baletit, kur duhet një prind, dhe themi tjetë në një mendje me fëmijën që të vijoj ta lejoj për shembull nëse fëmia kërkon pianon 2 herë në javë, ndërkohë që e ka një herë në javë shumë e vogël, ka një lloj moshe ku shiko, i lejohet le themi fëmijës të vendosë që e dua dhe një çik më shumë, kupton? Unë mendoj që fëmia të tregon vet ose i imi. Domethënë unë nuk kam qenë asnjëherë se nuk e di si janë të tjerët, po unë nuk kam qenë asnjëherë në kushtet që ta çoj diku se dua unë. Nuk e kam bërë dot kur këto. Domethënë lloji i fëmijës që kam unë nuk të jep hapësirë që ti ta çosh diku ku do ti dhe ku nuk do ai. Është e pamundur. Domethënë ka shumë karakter të fortë në këtë drejtim dhe është shumë e vështirë si natyrë. Dhe ajo të orienton vet. Domethënë unë kam provuar ta çoj në not dhe më ka thënë mos më ço më në not. Okej. Kam provuar ta çoj në kurse matematike, një lloj matematike, ka bërë një, domethënë legjend në shtëpi që unë po e përsekutoja, domethënë. Sa kur dhe unë kam vendosur që nuk do të çoja më në kursin e matematikës, ditën që dëgjova, ma ke bërë trurin tha si një
akuarium me peshq që i fut aty brenda, tha, dhe nuk ka në fare, tha, oksigjen. Do me thënë, dhe ma ke bërë trurin, ma ke bërë jetën, tha, shumë rëmuj. I thash, po, a i kursi matematikës ta ma bën, tha, jetën shumë të keqe, tha, shumë rëmuj. E unë thash, po, të me thënë, okej, matematikë, nuk të pëlqen. Nuk të pëlqen. Po pse e futën kurs matematika? Shikoj një nevojë. Jo, ishte diçka që më pëlqente mua, edhe kisha lexuar që do t'i shërbente për të, domethënë si ushtrim, për ta formuar trurin në mënyrë të tillë që të zgjidhte probleme. Siç thonë për pianon e tjerë. Dhe ishte një lloj matematike, jo domethënë matematikë konvencionale, por një lloj metode matematike që ishte si lloj. Dhe unë e çova aty, ajo ishte shumë mirë, i pëlqente etj deri në pikën që tha, jo, nuk dua të shkoj. Nuk donte më. Jo. Domethënë jeta ime tha është bërë shumë e keqe. Dhe unë aty thash, okej, nuk po e çoj, më nuk më pëlqen të bëj gjëra me dhunë. E drejtë. Po kur flasim për Robloxin, unë dëgjoj çdo ditë në fakt prindër të cilët përballen me këtë problematikën e Robloxit. Frikën e ekspozimit të njerëzve të cilët janë të dhunshëm, problematik në rrjet, pa njohur. Është një gjë e pa njohur për prindrit. Së pari prindrit duhet ta njohin Robloxin, sepse ti Robloxit sot nuk i shmangesh dot. Nëse ti i mbyll derën, ai do të vi nga frigoriferi. Domethënë dhe ti nuk mund ta kontrollosh një fëmijë ta mbash të izoluar, që mos të dëgjoj për Robloxin, që mos të ketë kuriozitet për Robloxin, dhe që mos të luaj Roblox, domethënë, është krejtësisht e pamundur. Që të mos e denaturalizosh fare. Po. Se patjetër që është e mundur, po varet, domethënë çfarë taktike do përdorësh. Dhe unë kam lexuar për Robloxin, kam filluar të kuptoj, ta studioj etj. Robloxi ka një problem shumë. Problemi më i madh i Robloxit është që aty ka 1000 lojra. Dhe ti nuk mund t'i kontrollosh të 1000 lojrat. Dhe e vetmja mënyrë se si ne kemi kontrolluar prezencën e Robloxit në jetën e Kristalit është që unë kam ditur në çdo sekond cilën nga lojrat po luan. Okej. Edhe në qoftë se ajo ka kuriozitet për një lojë të re, do me thënë gjithmonë më pyet. Do me thënë ky është pakti që kemi bërë. A mund ta hap pak ta shikoj? Okej. Dhe unë i them jo. Dhe vazhdojmë me lojrat që kemi që unë e di çfarë janë. Okej. Do me thënë unë e di me kë luan dhe unë e di çfarë skenash ka aty. Do me thënë ka E marr, vesh po. do me thënë një nga problemet më të mëdha të Robloxit dhe të YouTube-it sot është që fëmijët friksohen. Po. Do me thënë ata përballen me disa gjëra që nuk kanë pse të përballen. Po kjo është shumë e vështirë. Në mendo të them unë ty që Kristali ka kaluar një situatë shumë të fortë anktje, pash po dridhej në shtëpi, sepse kishte dëgjuar pa dashje diku në YouTube, që dikush kishte thënë që bota po mbaron, do mbaroj si më thënë nesër. Imagjino në trurin e një fëmie që bota po mbaron nesër. Janë këta skamerat në shortsat e YouTube-it që bëjnë sensacione dhe bëjnë, do me thënë e ka thënë NASA etj. Edhe unë që mundova ta që i thash, okej. Hajde të kontrollojmë faqen e NASA-s. Hapëm faqen e NASA-s. Pam që NASA nuk kishte publikuar gjë. Pastaj hapëm profilin e këtij çunit. Edhe pam që ky këtë punë e bënte prej vitesh. Dhe me data të ndryshme. Dhe i thash, a ka ndodhur gjë në këto data që ky e ka thënë përpara? Jo. Po mund të ndodhi kësaj radhe, s'ka radhe e ka thënë NASA. I thash, do futemi dhe do kontrollojmë NASA-n. Kemi kontrolluar NASA-n me ditë të tëra. Do me thënë, po, një fëmijë i friksuar që bota po përmbyset, do me thënë, është shumë e tmerrshme ta shikosh. E vërtet. Dhe ja kështu, do me thënë, efekt mbas efekti që krijohet nga YouTube-i, apo ku di unë, në momentin që nuk është YouTube-i, janë shokët e klasës, të cilët bëjnë biseda të frikshme me njëri tjetrin. Kjo është një nga problemet më të mëdha që Kristali ka, është frikacaka. Po jo frikacaka, është fëmijë normal. Do me thënë, bisedat midis Zotit dhe djallit, midis do të pushtoj djalli apo s'do të pushtoj djalli, me sa duket janë shumë në modë për fëmijët në këtë moshë. Më unë kam filluar të kuptoj. Çështja e frikës, po. Kam filluar të kuptoj dhe fëmijët përgjithsisht janë kështu si me etapa. Në fillim janë të interesuar për një gjë, që është e frikshme, është ndaluar, po janë kurioz, do me thënë e sforcojnë veten deri në pikën që kanë frikë, po duan ta gërmojnë. Pastaj fillon një tematik tjetër etj. Dhe pastaj gradualisht ti kupton që përballen me këtë.
Në një periudhë kanë shumë frikra, pastaj fillojnë nuk kanë më frikë, kjo është gjë koti etj. Po jo të gjithë fëmijët e kalojnë. Do të një fëmijë që kanë kaluar trauma shumë të mëdha nga këto lloj frikrash dhe kanë përfunduar në terapi të gjata dhe kanë lënë dhe shkollën. Edhe janë brezi i kristalit. Brezi saj. Nuk është kaq e thjesht, po është e pashmangshme, domethënë që ti kontrollosh të gjitha. Kristal këtë vit bën 10 vjeç. Në fund të gushtit. Edhe është në preadoleshencë tani më. A mendon se vjen herët tani më? Adoleshenca. Vallai, nuk kam qenë e përgatitur, po nga që ajo ka një natyrë pak shpërthyese, domethënë, edhe kjo është mënyra se si po e shpreh ajo këtë hyrje në ka ardhur shumë gradualisht, por në përgjithësi ajo ka qenë fëmijë shumë kërkues, edhe shumë bërtitës në të kërkuarin e gjërave, apo në të ankuarin për gjërat. Gjithmonë ka pas një problem. Domethënë gjithmonë ka një çështje që nuk i shkon siç duhet. Dhe ka qenë dhe është natyra e tillë, ne jemi futur kështu si pa kuptuar, me sa duket në para adoleshencë, tani të vjen dhe zëri i ngritur përballë që e ça pastaj, domethënë apo kundërshtirat, po ajo që e shohun si më domethënëse nga të gjitha shenjat është luhatja emocionale. Domethënë, të qarit kot. Për një fjalë, ti thua mos e bëj më këtë gjën, ose të lutem ki kujdes këtë gjën. Dhe ajo, po qa bëra unë tani? Edhe fillon e qanë. Qa të thamë që po qanë? Më bërtitët. Të me thënë është, ka një brishtësi emocionale dhe kalojnë nga një gjendje në një gjendje, një kohë shumë të shkurtër. A kalojnë në preadoleshencë më shpejt? Besoj po. Besoj po. Do me thënë edhe është krejtësisht normale që kalojnë në preadoleshencë më shpejt, sepse trupi i njeriut, trupi i fëmijëve tani përgjigjet mendjes së tyre. Përsa kohë mendja e tyre është hapur ndaj shumë çkaje, trupi do t'i përgjigjet mendjes, kështu që ato procese do fillojnë më shpejt, përsa kohë ata prezantohen më shpejt me çdo gjë që ka të bëjë me ekzistencën, me natyrën, me proceset jetësore. Është normale. Çfarë frikson më shumë nga kjo fazë? Nuk kam kështu frikra. Domethënë, e vetmja frike imja është që ajo të arrit të menaxhoj marrëdhëniet shoqërore dhe të mos bëhet e bullizimit, dhe ajo është një nga gjërat më të tmerrshme. Domethënë, deri para pak kohësh e kam dëgjuar, e kam folur, e kam diskutuar në studio me kolege, me të ftuar, me shoqe, histori pa fund e më zhdukur një gjë, domethënë që nuk duhet ishte kaq e përhapur, po është shumë e tmerrshme. Domethënë fëmijët bullizojnë njëri tjetrin, mbase kështu kanë qenë dhe në kohën tonë, po tani është shumë më e egzageruar. A nis që në shtëpi? Për çdo gjë. Mendon që është diçka që nis që në shtëpi? Besoj që po. Domethënë një fëmijë nuk ka si ta kuptojë që duhet linçoj një fëmijë tjetër. Një fëmijë tjetër që të vendosi veten në qendër, në qoftë se nuk e mëson nga diku. Pastaj fëmijët e tjerë e bëjnë për mbijetesë. Domethënë disa e bëjnë se e kanë mësuar në shtëpi ose dikush i ka vendosur në kushte bullizimi. Domethënë një fëmijë që të bullizojë një tjetër, patjetër bullizohet diku tjetër. Domethënë dhe atje ku gjen një më të dobët, pastaj mundohet vendosi balancat. Është shumë e rëndësishme për një qenie që të krijojë vendin e vet në ambientin e vet. Dhe do përdori çdo lloj forme kjo qenia për të vendosur vendin e vet. Kështu që nuk është problemi i fëmijëve. Fëmijët janë dhe viktima, dhe janë gjithmonë, domethënë o janë viktimat njëri tjetrit o janë viktimat të më të rriturve. E ke këtë, le themi, përballje, ke frikë nga kjo përballje në shkollë? Do të thotë ka ardhur në një moment Kristalit ka thënë të shqarë për ndonjë gjë? Kristali qahet për ditë. Po Kristali ka një gjë të mirë që nuk mban brenda. Domethënë nuk është fëmijë i mbyllur. Në kuptimin që nëse i ndodh diçka ti të mos e marrësh vesh. Kjo e bërtitura e problemeve është një gjë që mua më lë të kem situatën në kontroll dhe të kuptoj çfarë po. Kristali, domethënë, nëse ka një ankesë të vogël dhe ka parë një gjë që nuk i pëlqen, domethënë 2 ditë do flasi vetëm për atë. Dhe vjen për ditë nga shkolla me gjëra të tilla. Vjen për ditë, domethënë më kanë bullizuar, më kanë thënë larask, më kanë thënë që qesh shumë, më kanë thënë që ngre shumë zërin.
Domethënë, ja, në këtë fazë jemi, unë mundohem gjithkohës që të bëj timen. Nuk kam kapur asnjë mam, nuk kam kapur asnjë zysh, nuk kam kapur asnjë fëmijë, se nuk dua të hyj Po në atë atë. kanë ardhur? Të tjerë? Që Kristali bullizon dikë, jo. Okay. Ja. Edhe unë besoj Jo vetëm që... bullizon, po mund të ketë pasur në një përballje le të themi, që Shiko, përballje kanë. Po. Besoj që kanë, por ajo që s'më pëlqen për shembull dhe që kam përshtypjen duhet ta forcoj pak më shumë Kristali, është që dorëzohet e para. Edhe kur mundohet që ta përballoj, në qoftë se dikush i thot larask, ajo ti thot ku di un papagall. Okej. Edhe të gjejnë gjuhën me njëri tjetrin, se ata kanë kodin e tyre të komunikimit. Kristali qanë e para. Domethënë është ajo që zbret nga furgoni gjithmonë duke qarë. Domethënë edhe kur mundohet ta bëj prap qanë. Ne kuptoj. Kështu që besoj të ja dalim. Po do forcohet me kalimin e kohës. Do forcohet, do kuptohej që jo çdo gjë që të thuhet është e rëndësishme, jo çdo gjë që thon të tjerët është e vërtet, dhe ne mundohemi t'i themi gjithkohës që bullizimi dhe bullizmi edhe sharjet edhe fyerjet ndodhin vetëm në qoftë se ti i lejon. Ne kuptoj. Domethënë në qoftë se hap për ty rrugë edhe, kanë zero rëndësi, domethënë atëherë ato janë Sa vjen dhe të sfumohen, parëndësishme. nuk janë më të Domethënë rëndësishme. mundohemi për ditë ta bëjmë këtë gjë. A të ka thënë të urrej? Të urrej, Kristali nuk e di ç'a është fjala për shembull s'më pëlqen. Ose e kam inat, ose Kristali përdor vetëm fjalën të urrej, të urrej, e urrej, domethënë dhe I hate you. këtë e thot në shqip. thot Domethënë në ndryshe shqip, nga fjalë, në shqip. Dhe unë pas herë i them ti nuk e kupton, ose mundohem të bëj përkthyese ndonjëherë me të tjerët që e dëgjojnë Po. që e urrej këtë gjë ose e urrej këtë ushqim. I them shiko, Kristali fjalën e urrej e përdor për çdo lloj gjëje që nuk i E pëlqen. ka bukë djathtë. Që nuk është e preferuar, e ka buke djathtë. Kështu që mua nuk po bën përshtypje që ajo më thot të urrej. Si ka qenë hera parë kur ta ka thënë? Po, nuk më ka Ke bërë qeshur? shumë- Nuk më ka bërë shumë përshtypje. Nuk të bëri Jo. përshtypje. Po te dera ka vënë nga këto shenjat që vën goca të Po, çunat? po, Ka po, vënë, po, mo rri për jashtë, trokit, nga këto. Jo për mua. doma ime? Jo, ajo është me lidhur me mua, madje unë kam problemin e kundër tani, që Okay. ajo më do mua në çdo gjë që bën. O ma, shiko këtë. O ma, shiko çfarë po bëj unë. O ma, shife pak këtë. O ma, domethënë unë kam gjithkohës një fëmijë që më thot, oma. Sa një moment i them, oma, bëje diçka pa kërkuar që ta shoh unë, domethënë se ose më thuaj Kristali edhe kur të thot diçka, për shembull mund të të pyesi, a mund ta marr pak këtë gjën? E fillon me, a të bëj një pyetje, a të bëj një pyetje. Dhe ajo zgjatë Që ju me zërë po e presa atë momentin që ajo do bëri letrën te dera, mos hyr dhe mos më shqetëso. Edhe më në fund. Po letrat e dera vëm që ajo zonja që na ndihmon me punët e shtëpisë të mos preki gjërat e Kristalit. Ajo është ndaluar. Dhe ajo letra vjet që ajo të mos hyj dhe të mos i preki ato gjëra, sepse ajo ka një fiksim që gjërat e veta nuk do t'ja preki. Rrëmujën e saj nuk do t'ja preki askush. Krevatin e rregullon? Jo. Jo. Jo, po bën ca gjëra të vogla. Okej. Po. Tenton, domethënë në Po këtë vështirë lloj. rregullosh krevatit, një organ kanë ato. E di, po gjithsesi, domethënë, se Ja. duke qenë, ndoshta ne jemi brez që nuk po i mësojmë më Jo, fëmijët po, ton ta bëjnë këtë gjë. Edhe ndoshta është edhe me të dhënë. Kjo është një gjë që duhet punuar. Po. Sepse ne nuk kemi pasur, ndoshta unë të paktën, nuk Nuk kam kemi pasur asnjë, mjaftueshëm po. edhe kohë Po. që të kem durimin, kur i kam bërë gjërat, i kam bërë shumë shpejt. Kam bërë njëkohësisht 5 gjëra. Ndërkohë që i kam bërë për të ngrënë, i kam dhënë për të ngrënë etj, dhe nuk e kam lënë veten edhe fëmijën të lirë, që ta lë te lavamani me enë dhe le t'i thyej të gjitha, apo le të vesh ku ma... Përgjithsisht i kam, domethënë i kam hequr gjëra nga E duart. marr vesh, e kuptoj. Dhe duhet të fillojmë të punojmë pak në këtë drejtimin e Është e rëndësishme. punëve të shtëpisë, edhe të përgjegjësive. Në të njëjtën kohë, kur ti futesh në këtë fazën e para adoleshencës, është trupi i cili ndryshon. E një folur ju, në keni filluar të flisni për fazën e pubertetit, keni filluar të flasësh për trupin e saj, mendoj që prindrit kanë filluar disi të flasin për para, dhe të flasin vetë ata, mos të lejnë le të themi shkollën apo shoqërinë të flasin. Po, shiko, fëmijët e sotëm
e para që në kopësht ti ju mëson dhe kanë Pjesë të trupit. Pjesë të Po. trupit që janë të mia, që nuk i prek askush, E drejt. etj. Domethënë sot nuk është nevoja tua mësosh në shtëpi. Sot këtë lloj propagande të mirë e marrin në çdo drejtim. Në sot nuk ka fëmijë naiv. Domethënë, sidomos ky brez, Në këtë fazë, po. Si bie ç'a janë, domethënë gen alfa apo gen beta. Kanë evoluar si gen Z ashtu. Po kalon zia. Dhe shumë herët, po patjetër kemi folur, unë kam ndjekur një lloj diskutimi shumë normal, domethënë edhe kur më ka pyetur si bëhen fëmijët, ja kam shpjeguar procesin normalisht. Që domethënë diku te 5-6, domethënë jam munduar të ndjek teorinë të mos krijuarit të zonave të errta. Okej. Domethënë nuk ka zona të errta që nuk i dim ç'a ndodh dhe të krijohen ato misteret që pastaj futen në tru edhe jo po çfarë është kjo, po domethënë ajo kur ja kam shpjeguar pa emocionalitet. Edhe kur më ka pyetur, domethënë nuk kam reaguar skandalizim le të themi, emocionalitet, sepse emocionaliteti i shton ngarkesa fëmijës, domethënë. Edhe i bën të mendoj që nga një gjë kjo ta provoj, po si, po qysh po tek. Domethënë është akoma shumë fëmijë në këtë drejtim, nuk ka ndryshuar shumë në trup. Okej. Domethënë nuk ka një zhvillim. Sepse ajo fillon edhe jo, nuk ka një zhvillim, ka një shenja të vogla ka, po nuk ka pikun e zhvillimit. Dhe sigurisht që ajo di çdo gjë, di procesin si do ndodhi, qoftë cikli, qoftë çfarë ndodh, etj. Domethënë, dhe jemi herët akoma në këtë drejtim. Okej. Po nuk më duket një rrugë e vështirë apo një terren që do më duhet të bëj një strategji. Kam përshtypjen që e kemi shtruar kaq gradualisht sa tani nesër mund të përballemi me pyetja apo me situata nga më të ndryshmet, po unë besoj që gjërat kryesore i di në mënyrë shumë të thjeshtë. Çfarë gabim më shbin përgjithsisht prindrit në këtë pikë mendon? Po nuk e di, ky variant, domethënë një nga gjërat që bëjnë më shumë gabim prindrit, njerëzit përgjithsisht me fëmijët e vegjël është fjala turp. Domethënë kjo është një gjë që unë e vëre. Domethënë fjala turp, është turp. Domethënë dhe mënyrën si e thon, domethënë fjala turp, ulja të këmbë se është turp. Mbyll këmbët, ribukur se është turp. Ua, ç'është bërë? Domethënë ne jemi rritur me këtë frymë dhe kur e dëgjoj akoma, domethënë me të njëjtën ngarkesë, me të njëjtën intonacion, fjalën turp, që i thuhet një fëmijë 5 vjeç, që nuk e di çfarë është turpi. E drejt, e vërtet. Domethënë, edhe kur i thua mbylli këmbët se është turp, domethënë ai nuk e kupton është turp? Po pse? Çfarë do i thuash pastaj? Vazhdoje. Domethënë, është turp edhe pikë, domethënë. Vazhdoje. Po. Pse është turp? Si është turp? Si duhet sillesh, po. Dhe ne i ngarkojmë fëmijët me turp. Po ndjenja e turpit është një emocion shumë i vështirë për t'u kaluar. Edhe shumë i vështirë për t'u menaxhuar. Domethënë ka njerëz që janë të rritur janë nga 50 vjeç sot dhe kanë shkatruar personalitetin e tyre nga ndjenjat e turpit. Domethënë dhe nuk është kaq botë e thjeshtë kjo bota e emocioneve dhe të pavetdijshmes edhe të logjikshmes. Domethënë ndjenja e turpit, ndjenja e fajit, domethënë kanë shkatruar breza të tërë. Domethënë nuk kanë lënë njerëz të jetojnë të qetë në emocionet dhe në lirinë dhe në botën e tyre. Kështu që unë kur dëgjoj fjalën turp, domethënë aty kthe kokën. Domethënë ajo më vjen kështu si çekan në kokë. Pse fëmijët sot në mos të më përpara, se edhe përpara, dhe që të moshatarës, 8, 9, 10 vjeç flasin për brende, për firma, për Sephora, për Ag, për nuk po dalë në firma ku anë shtrenjta se... O, zot, imagjino. Nuk e kemi asë është TikToku. TikToku? Unë besoj që është TikToku. Domethënë, edhe në qoftë se nuk e ka një fëmijë TikTokun, e ka fëmija tjetër. Në qoftë se një fëmijë shkon përgjithsisht vajzat, domethënë me sa shoh nga Kristali, kanë atë garën dhe konkurrencën me njëra tjetrën për t'u pranuar tek njëra tjetra. Po. Dhe domethënë nëse njëra vjen dhe thotë që un kam, po bleu mami këtë gjën, ose kam këtë gjën. Un kam dhe kështu, po ti ke kështu? Domethënë të thuash s'kam, po duhet të jesh një personalitet kaq i formuar, sa i thosh s'kam dhe s'du të kem, domethënë po do i bie ti jesh 30 vjeç.
kështu që ti kupton që sa herë që del jashtë apo që shkon nëpër aeroporte apo vetë gjikundi, të pyet, do të kalojmë te Sephora. Domethënë dhe ethet e Sephorës i kemi ndjerë dhe ne. Domethënë që ti kalon te Sephora edhe futesh aty dhe je domethënë në një nuk di, domethënë çfarë adrenalinë. Po kjo. Që ato nuk janë fare gjëra për fëmijë, po fare gjëra. Domethënë ne i kemi bler disa gjëra. I kemi marrë dhe në shkollë. Me vete, fshehurazi në çantë, u kemi treguar shoqeve që i kemi. E pastaj kemi lënë në shtëpi dhe ato janë futur te arkiva e make-upeve të mia. Domethënë po pak nga pak, shiko. Vjen dhe gradualisht, vjen dhe me moshën. Domethënë ato tani janë 9:30, po vitin tjetër do jenë 10 dhe 10:30. Po, kalon kaq shpejt koha kur të vjen 12, do fillojmë pak në momentin që fillon ju ndryshon pH-i i lëkurës. Dhe ju fillon pak i ndyrat tek zona hundës, te zona mjekrës, ju fillojnë puçrat e vogla, ato do fillojnë skincare-in. Unë po them skincare me kremra, dhe me peptide dhe me niacinamide. Po do fillojnë të mësojnë të lajnë fytyrën. Domethënë ta lajnë fytyrën me më shumë kujdes se sa një fëmijë që i hedh një ujë fytyrës dhe është beb. Domethënë kështu që gradualisht, domethënë ato po bëhen zonjusha. Domethënë një Sephora këtu dhe fillon kujdesi. Pra është presioni fillon... po thuan apo nuk është formë loje, le të themi, është më shumë presion rreth njëra tjetrës. Padyshim që është presion, po është edhe natyrale që ti, domethënë vajzat kur fillon edhe rriten, të fillojnë të interesohen për gjëra vajzash. Dhe këtu në fakt është edhe pjesa e vetë vlerësimit që ne duhet fillojmë ta kultivojmë. Tani ne kultivojmë në kësaj nuk e di se si bëhet. Domethënë ne mundohemi ta kultivojmë, mundohemi të themi gjithmonë vetëm gjërat e mira, ato gjërat që nuk shkojnë mos ti përforcojmë. Domethënë përgjithsisht duhet ndjekur, un kam ndjekur këtë logjikën, përforco shumë gjërat e mira. Domethënë gjërat që ata i bëjnë mirë edhe shumë mirë ti përforcoj shumë, fliti, jo që ta lajthisësh, as që ta bësh delirant një fëmijë apo narciz, por dhe gjërat problematike mos i shuaj, po mos i thekso. Domethënë mos i vë gishtin gjithmonë aty. Se gradualisht fëmia, domethënë me psikologji fillon edhe krijon për veten një imazh që unë jam i mirë, unë di të bëj gjërat mirë, etj, dhe kështu krijohet dhe vlerësimi. Qofse ne shikojmë dhe vetëm i kritikojmë, që ç'është ma bën këtë kështu, pse e bën ashtu. Mbaj kështu të drejtë. Ajo natyrshëm të çon në një shkatruar vetë vlerësimi. Në qofse ai fëmijë nuk dëgjon vlerësime pak më shumë se sa kritika, domethënë do shkoj nga ana pozitive, po, kritika e vetvetes deri në shkatrim. Kujt i ngjan më tepër? Si pamje, është një mix. Unë besoj që ngjan më shumë me teatrin. Po në karakter? Në karakter është gjys-gjys. Është e vështirë si ai, distante si ai, në kuptimin shumë sociale, po në kuptimin që nuk kanë qef ti prekësh, nuk kanë qef ti puthësh, nuk janë kështu njerëz të ngjitur. Domethënë dhe ajo është ashtu. Nuk janë nidi, nuk janë që të duan aty, nuk janë, domethënë që të duan prekje çdo kohë. Por nga krau tjetër janë shumë të brisht, domethënë shumë të shumë të prekshëm, shumë emocional dhe mua më ka ngjarë që është frikacake, që ka ankth, domethënë ankth social, ankth performance, domethënë besoj që këtu më ka ngjarë mua. Mund t'i ketë ngjarë dhe Tiatit, po ai mbase ka kamufluar pak më mirë. A është veten tek ajo të pasqyruar tek ajo? Në disa gjëra, po, në disa gjëra po. Se duket sikur të shembullen më veten. Po, në disa gjëra po dhe kanë filluar të më kujtohet në shumë situata mamaja ime. Vërtet? Po, kur unë kam qenë e vogël. Domethënë që vuante kaq shumë me mua për të më veshur një golf. Domethënë bëj luftë në shtëpinë time. Domethënë që unë të vishja një golf, se nuk e doja ta vishja golfin, nuk kisha bezdi. Domethënë më krijonte klaustrofobi golfi. Dhe mund të më duke i vuajtja më e madhe. Po. Ashtu është kristali. Domethënë dhe unë shoh vuajtjen e mamas time dhe them unë nuk do vuaj si mamaja ime. Sepse kjo është një vuajtje shumë e madhe të detyrosh, domethënë një fëmijë që të bëj atë gjën siç e do ti dhe të kuptoj atë gjën siç e kupton ti. Nëse ajo nuk do golf, unë nuk do t'i vesh golf. Kaq. Nëse ajo nuk do që flokët i mbaj kështu, do t'i mbaj ashtu si çdo vet, ajo ti jetë qetë dhe unë ti jam e qetë, domethënë mos ta çojmë në limite sforcon. A flisni shpesh për mamën të?
I ktheheni? Jo për ditë, domethënë, po flasim shpesh, po. Shpesh. Domethënë madje një ditë, domethënë po kujtoj në darkë, mban mend tha, ose mu duket se kam lodhur shumë, tha Nëna Landën. Jo, i thash nuk e ke lodhur shumë Nëna Landën. Po pse unë mendon çoja tash? për ditë, tha që të më blinte atë gjën që doja unë. Dhe nëna më thoshte, gjithmonë më thoshte po, do ta blej, po sikur ajo të mos kesh dashur të ma blinte. Domethënë në trurin e një fëmije fillojnë edhe janë të gjitha, domethënë të gjitha ndjesit, të gjitha analizat, domethënë ne nuk e kuptojmë, po ata analizojnë edhe mos e kam lodhur shumë, mos e kam sforcuar, domethënë kanë mendime nga më të ndryshme. Kur largu? 5 vjeç. Pra ishte në një fazë që ajo e kujton, e mban Pa mend. diskutim, mban mend çdo Po, detaj, mban mend detaje, pra. Dhe sidomos fëmijët e sotëm këtë pjesën e kujtimeve kanë më theksuar se ne, sepse ne nuk kemi pasur as foto, le të themi, edhe nuk zakonisht më përpara dikur kur ne humbisnim dikët familjes, nuk flitej aq shpesh për atë që humbim. Nuk flitej, domethënë edhe vdekja ka qenë vetvete tabu, edhe ne nuk di, domethënë prindrit nuk kishin shumë shpjegime për vdekjen, hiqte pikë. Po. Domethënë nuk flasim. Unë për shembull kur kam qenë e vogël, kur kam qenë e rritur, se gjyshja ime ka vdekur kur unë kam qenë në moshë të rritur, po isha shumë kurioze për shembull që si e përjetonte mamaja ime vdekjen e nënës së saj. Edhe i thosha po si e përballon ti këtë gjë? Nuk të vjen të qash, nuk të vjen të bërtasësh. Dhe më thoshte më vjen, po nuk kam ç'a të bëj, domethënë e kam pranuar. Dhe unë e shoh për shembull që Kristali sot mua më bën të njëjtën pyetje, ose do të më shofi nëse unë qaj, nëse unë e përballoj atë moment, si e përballoj unë atë moment. Dhe është kurioze. Domethënë është e njëjta gjë, pavarësisht se unë sot mundohem t'ia shpjegoj të gjitha ndjesitë e mia, edhe të gjithë logjikën që unë kam për vdekjen. Ndryshe nga prindrit tan apo mamaja ime që i kalonte gjërat pa lëre tani, mos na bëj këto muhabete tani se është dark. Është dark tani, mos na bëj këto muhabete. Ose të thotë lutem mos ma kujto se nuk dua të vuaj tani. Sot të flasim më tepër. Ne flasim, mos të them që nga mosha 5 vjeç që vdekja ka qenë shumë afër në shtëpi dhe ajo ka përjetuar dhe deri tani është një nga bisedat më frekuenta. Por çfarë ndodh, si qyshtek, nuk jam çuar kurrë në Varreza. Okej. Deri para 3 javësh. Para 3 javësh kemi shkuar për herë të parë. Ishtin, domethënë, këto vizitat në Varreza që bëhen zakonisht për fillimin e vitit. Po. Edhe unë e pyeta. Domethënë, duke qenë se kam dëgjuar që ajo e di çfarë janë. Domethënë, nga bisedat që bën me shokët, nga filmat që shohin etj. Edhe nuk ka më tabu aty që ti duhet të ti shpjegosh në një mënyrë shumë filozofike etj. Se nuk i thua dot fëmijës që çfarë ka aty, ka trupa njerëzish, domethënë është shumë e rëndë. Edhe e pyeta. I thash, do të vish me mua dhe me babin, të shkojmë në Varreza, më pa njerë, duhet të vi patjetër. Jo, i thash. Po. Thuaj ti në që, po ç'a do bëjmë po të shkojmë atje? Thash, do vendosim një lule dhe do t'i themi nënës që erdhëm, edhe gjyshit që erdhëm dhe të kujtuam. Po. Po, pse duhet t'ja themi atje? Po, le të themi ai është një vend, i thash, simbolik ku ne ua themi këto gjëra. Kishte pak siklet. Po pastaj kaloi në mënyrë shumë normale. Dhe nuk ndenjem shumë, ndenjem pak. Okej. Edhe përgjithsisht unë kur kam qenë fëmijë, edhe më e vogël, po edhe më e rritur, i kam pasur shumë siklet Varreza. Po. Unë i kam tani e rritur, nuk shkoj shpesh. Nuk më pëlqen ndjesia e memoria e ndjesive që më vjen nga Varreza, ato momentet e fillimit, kur ti shkon aty për të lënë njerëzit e tu të dashur. Edhe nuk më pëlqen ta ripërjetoj shumë shpesh atë gjë, pavarësisht se tani kam një qasje tjetër. Nuk jam njeriu që shkoj në Varreza dhe qaj. E kuptoj. Në përgjithsisht mundohem të ndërtoj një sjellje tjetër. Të më të ftohtë, më të logjikshme, më ndihmon. Domethënë kjo. Nuk më pëlqejnë vajtjet në Varreza ku dëgjoj të qara dhe Po. Ke nevojë për atë qetësinë. Po dhe më duket, domethënë, një lloj nuk e di, budalliku në thonjza. Kupton, njerëzit i shprehin emocionet në mënyra nga më të ndryshme. Po unë dua edhe fëmijës tim ti ofroj këtë qasje timen për vdekjen. Nuk kam qasje tjetër. Në qasjen time për vdekjen. Që është proces dhe nuk është një proces
do me thënë, obobojat e vdekja është që mbaroj aty. Dhe këtë e kanë lënë pak më të hapur, më alternativa, ne nuk e dim nëse ka mbaruar aty, ne nuk e dim nëse aty është everything edhe është një gjë që mbyll çdo gjë. Mbaron aty po. Çfarë të ka mësuar mëmësia? Që nuk ka gjëra fiksa, që ti kupton se çfarë durimi ke si qenie, në qoftë se mendojnë përpara se të bëhesh nën që ke ca limite. Do me thënë që kjo është vije kuqe për ty kur bëhesh mama, kuptoj që ajo vija kuqe s'ka fare më vija të kuqe. Do me thënë ti për ditë sfidohesh, për ditë kalon vija të kuqe, dhe të bërit nën më ka mësuar që ti je më fort. Përgjithsisht unë kam qenë tip me ankth, do me thënë natyrë pak e brisht, dhe humbja e nënës time dhe nga krau tjetër të qenit nën, kam kuptuar që tani unë nuk jam më fëmijë dikujt, po jam vetëm mama e dikujt. Kështu që duhet të jem shumë e fortë. Edhe kjo më ka bërë mirë. Domethënë më ka bërë mirë për të vënë ca themele që kam pasur një çiksi delikate. Ku e shikon të ardhmen e saj? Ke frikë nga largimi? Jo, unë nuk jam mama posesive, qoftë edhe në kuptimin e mendimit. Përgjithsisht, do të thënë kur e mendoj nesër që ajo do iki, nuk më sjell ankth. Okej. Jo. Kur e mendoj të pavarur, nuk më sjell ankth. Nuk e di si do jetë kur të vija i moment, por tani që e mendoj, nuk kam asnjë ndjesi problematike. Është okay. Përkundrazi. Do me thënë unë dua vetëm ta shoh të shëndetshme, do me thënë ta shoh që ajo është të lumtur, mirë, e lumtur. Po. Kjo është e rëndësishme. Edhe në momentin që janë mirë me shëndet, do të thash kur aty mbaron. Vjen një moshë që ti kupton çfarë është realisht e rëndësishme. Unë shoh mama që vuan, u iku, u rrit etj. Them, po prandaj rritëm. Po. Që ti ikim. Është proces. Po. Është proces që do ndodh. Patjetër. Ka ndodhur të gjithëve. Po, edhe ty. Do të thënë, dhe unë vuaj kur fëmia im vuan. Po. Dhe unë e di shumë mirë që fëmijët nuk vuajnë kur ikin nga prindrit. Okej, kanë një lloj malli etj, po kur kujtoj veten time 18 vjeç, do të thënë jo, mos kishte vuajtë më të lehtë se prindrit. Kishte entuziazëm, patjetër kishte entuziazëm. Kishte momente që prindrit patjetër të mungonin, kishte nevojë. Po është entuziazmi të eksploruarit të botës. Është shumë e vërtetë. Që kur unë e di që fëmia im nuk vuan përkundrazi, sigurisht as unë s'do vuaj. Kush lodhet më shpejt, ti apo Albi? Me çfarë? Me prindërimin. Me prindërimin. Albi s'ka durim fare. Nuk ka durim fare. Dhe unë Albi do që gjërat të jenë me fjalën e parë, do me thënë gjërat të shkojnë në vend. O s'kam. Ndërsa unë edhe me të 20, nuk ka problem. Do me thënë e përsëris dhe për herë të 21. Kush e prish më shpesh rregullin? Unë përgjithsisht. Kush thot jo më shpesh? Albi. Kush thot po më shpesh? Unë. Kush është polici keq në shtëpi? Ai. Po, shiko, nga që ai nuk është edhe, jo se s'është prezent, po është më rrallë se ti. Është më rrallë aty për qenë kur duhet të bëhet, kur vjen situata për polic, do me thënë ndonjëherë ndodh që unë bëhem dhe i miri dhe i keq. E kuptoj, patjetër mami ti takojnë të dyja. Ka gjëra për shembull që ai bën të mirin, ndërkohë që dihet që unë kam rregull, që Nutella në shtëpinë time nuk ka. E kuptoj. Ose çoko krem. Se po humor do me thonë zbrazet nuk keni çoko krem me kështu gjëra. Po unë mundohem mos të fus. Po ata me njëri tjetrin, do me thonë marrin një bazë të madhe dhe fshejnë. Nga këto situatë. Po duhet të ketë ca gjëra dhe më babë. Le ti ken. Unë nuk është se s'mund ta gjej atë vazon. Por shumë po unë nuk e gjej kastile. Cila është fjalia e saj më e përdorur deri më tani, fjalia më e përdorur është përveç fjalës të urrej, po sa të e morëm. Nuk dua, përgjithsisht janë mohuese. Jo jam mbi zotron. Gjithmonë, te fëmijët. Mbi zotron, tani është vetëm jo. Çfarë do dohet mos rritej kurrë ajo? Do me thënë kjo çiltërsia nuk do doja. Ky naiviteti i fëmijës nuk do doja që ti ndryshonte. Qoftë edhe kështu rebele si është. Do me thënë atë do doja, do me thënë ta kishte ashtu genuine, të pastër.
Pastaj çdo gjë tjetër do doja të rritej dhe nuk do më dhimbsej. Domethënë do më pëlqente si proces ta shikoja. Gjëja që të trem më gëzoja. shumë si nën. Që të trem më shumë si nën. Më shëndeti. Një gjë që po e bën shumë mirë si nën. Që mendon që po e bën shumë mirë si nën. Që po kam vëmendje. Domethënë mendoj që kjo është e vetmja gjë që e bëj shumë mirë. Që po kam vëmendje, po e dëgjoj, edhe po mundohem ta kuptoj. Dhe po mundohem të analizoj me veten time çfarë mund të ketë ajo në kokë. Dhe kjo është vedie 24 orëshe. Që nuk më ikën. Të tjerat, një herë mirë, një herë keq, një herë mirë, një herë keq. Kur Kristal të hapi këtë intervistë pas shumë kohësh, çfarë do doje të thoje në fund fare? Që do doja unë t'i thoja në fund? Kjo jam unë dhe ky është raporti im me ty deri në këtë fazë. Të tjerat në një moment tjetër. Po unë kam përshtypjen që ajo i di. E di. Shiko, nuk ka një lloj vështirësi, domethënë bezdije Kristali që kur më shef mua për shembull në për intervista Duke folur për ta. Kur më shikte për ditë në punë, sa kohë kishte për shembull një fiksim që më thoshte pse s'ke një punë si gjithë mamat e tjera. Një punë të zakonshme kam. Jo, si gjithë, po për shembull i thoya. Po ku di unë mësuese, shitse, farmaciste. Me dhe kishte shumë bezdi idenë që unë punoja në televizion. Po. Ndërkohë që tani e ka marrë më të natyrshme. Edhe megjithëse ka ato tendencat që pse po vishesh, pse po kryfesh, pse bën. Vazhdon e ka, pse bën si e bukur. Pse bën si e bukur, më sheh me shumë vëmendje. Dhe unë kam përshtypjen që ajo e para me vëmendje është çfarë do marrë ajo nga gestet apo nga mënyra se si unë i bëj gjërat që do pëlqej ti marrë. Joni, faleminderit për këtë rrëfim të bukur. Më kënaqa shumë. Edhe unë shumë. Më kënaqa shumë.